Të nderuar të shikues, mirëmbrëma. Një kohë e ngarkuar, temperaturat larta, trafike shumë trafike, më thënë vështirë për të mbledhur dhe të ftuarit dhe për të organizuar emisionin. Tani ne do të përpiqemi të kalojmë të gjitha. Sot është dita e 26 e protestës. Ç'po ndodh? Duket që në 2-3 ditët e fundit kjo protestë ka filluar të rrudhet. Pse? Ndërkohë përveç të rinjve, gjeneratës Z, të cilët kanë dalë në mënyrë masive në protestë, ka filluar të futë hundët gjithësisht edhe politika secila sipas mënyrës vet. Edi Rama, Sali Berisha dhe faktorët e tjerë politik të vendit. Edi Rama shënjestron protestuesë ndryshëm dhe i nxjerr në Facebook. Ndërkohë, opozita e mbështet protestën, por i dëgjon kërkesat vetëm nga njëri vesh. Kjo është arsye që unë kam sot në studio një nga njerëzit e rëndësishëm të kësaj opozite, zotin Belin Këlliçi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Ne vetëm në njërin vesh dëgjoni ju, Rama në Burg, Berisha në Burg, këtë pjesë se dëgjoni fare. Jo, dëgjojmë dhe një thjerrje tjera që janë aty. Edhe tjera e. Të tjera dëgjoni më të gjitha. Mendojmë që kemi shumë që por nuk dëgjoni këto të opozitë. Jo, dëgjojmë gjitha, ta garantoj. Atëherë të nderuar të shikues, unë kam e prezantova zotin Belin Këlliçi. Faleminderit shumë në këtë vape, në këtë kohë që na u përgjigje. Zoti Andi Bushati, faleminderit zoti Bushati. Edison Lika dhe Fatma Paja, aktivistë dhe si thuash te grupi organizator. Apo jo? Protestues. Grupi mirëmbajtjes mbas protestës, organizator është term. Po quhen organizator. Mirëmbajtje do të thënë. Se mirëmbajtja është edhe kështu, mos sikur punonin në protestash rruga Ura. Pa merak. Protestash vetë organizim, kështu që çdo protestues vetë organizohet. Në lidhje direkte me të shikues, unë do të kem deputeten e Partisë Socialiste, zonjën Sara Mila, cilën nëse e keni e paraqitni. Po diçka më shkroi dhe Rozhani ndoshta s'është apo nuk e di. Momentin që është se kuptova. Duhet njeri pa tjetri. Po jo më është, e kemi në lidhje, është direkt me ne. Mamuti ynë pak më vonë. Sara është e para, dhe zoti Mamut, që hynë në mënyrë fragmentare për diçka, nga Zvicra, po se Mahmuti e ka hëta. Bardylli. Atëre Bardylli Mahmuti në qofë se e kini, dhe pastaj, zoti Bardylli mirëmbrëma, faleminderit të shqetësuam vapër, ju jeni tani në cilin qytet të Zvicrës? Jam në Veve, është vendi ku e ka varin Charlie Chaplini, i njoftur në shpërket buzliqenit Lema, dhe kësaj është e njoftur në botë, sepse drejtoria e Nestlës... Temperaturat si janë, e kam fjallin unë? Janë më të larta se të ju, më të larta se të ne. Ka ba një vapë... Dhe më thënë dhe Zvicra është prishur. Gjithkund është një vapë në Fransë, që jemi në kufi me Fransë... Do të jemi bashkë, ja të prezentoj dhe njërës e tjere, do jemi bashkë për një moment për cilin ju keni ndryrë në një moment për këtu që është e lidhur me protestën, unë do t'ju pyes dhe ju do t'më jepni përgjigjet që keni. Në lidhje direkte thamë zonja Sara Mila. Sara, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Pak me kushte kështu teknike jo shumë të mira, po doja dalim. Doja dalim se pastaj po prishën kushtet, po prishën në Zvicër, po prishën dhe këtu, ikën të gjitha kushtet dhe mbaroj filmin. Dhe... Kameraki, ka marrë gjitha masat. Faleminderit atere. Atere, ju prezentova unë. Po pse thatë për mirëmbajtje ju dhe jo grup organizator se nuk e shpjeguat mirë. Ja mund t'ja nisim? Ju do t'nisi. Që ndodh tani me protestën, pse duket se ka rënë pjesëmarrja. Unë e ndoqja dije, dhe sot po dije kishte më pak bile. Si ranë dakord për kërkesat që keni formuluar? Si ranë dakord? Sepse aty ka një shumësi njerëzish, shumë njerëz lloje të ndryshme, dhe ju do më shpjegoni mua tani si u formuluan këto kërkesa. Pse pak dhe si u formuluan kërkesa që i lexoj dikush, i cili për të cilin u krijoi një situatë. Edhe atë ne do të diskutojmë. Situatë që interesojnë njerëzit e tjetër palë. Patjetër.
Tani, le t'ja nisim nga pyetja e parë që ishte pse duket sikur ka një rrudhje të protestës. Po. Ja, është e vërteta ajo. Le të merr ta marrim si pretendim. Ditën e djeshme, në fakt, nuk e di nga çfarë ambienti e keni parë, por ka qenë shi. Dje kishte shi në orarin e protestës. Kur s'po binte shi. Okej, kjo është. Dhe kur e pash ishin pak, ika në fitness. Pastaj takova një njeriu tuaj, nga protesta erdhi te unë poshtë te bloku, nga piramida, Arbërleshin, takova me te, dhe pim një kafe. Dhe i Pra, ka qenë shiu litar deri në ora 12:20, deri në ora 7:20. Flas para shiut. Jo, para shiut dhe sot. Pa shi, ka një rrudhje në raport me ç'kishte. Shiko, ja ta mbaroj. Nuk ka rëndësi, thuaj një gjë dhe Jo, të them një gjë. ajo rrudhet, shrudhet, pastaj rritet, ë? Jo, mund ta them edhe arsyen pse edhe çfarë po ndodh në protesta tamam. Dje kishte një shi dhe për mua në fakt ngjarja është që njerëzit pavarësisht shiut qëndruan. Edhe netën aty, pavarësisht se ne e mbyllëm protestën, ne thamë që përderisa ka shumë shi, ju lutem nuk po bëjmë më fjalime, jeni të lirë të shpërndaheni sot dhe njerëzit vazhdonin të qëndronin aty. Për mua ky është lajmi që duhet marrë nga dita e djeshme. Sigurisht nëse protestën do e krahasojmë me protestën masive që ishte ditën e shtunë, sigurisht protestat gjatë javës janë më të rrudhura. Madje edhe ju po ankoheshit se njerëzit për të ardhur në televizion me vinë se vapa, dielli, trafiku e me radhë dhe me radhë. Kështu që për të ardhur protestë për të gjetur justifikimet, kemi zoti se unë. Besoj se ne të shih po ke zotësim të madh se unë për këtë punë, me shoh. Po nuk janë besoj se është, domethënë po flasim sot ditën 26 të protestave, besoj se është normale që numri të lëvizi, domethënë mund të jetë njerëz masive. Po absolutisht ke drejtë me pyetje. Fal, ti do jesh. Po është nga protestat më të vërteta që unë kam parë, protestat më vërtet që kam parë në jetën time. Të bijemi dakord, po. Edhe dje, edhe pse ka qenë një numër, fillimisht ka qenë një numër më i vogël, prap ka qenë nga ato protestuesit më të zellshëm, protestuesit më të vendosur që vinë në protestë. Pastaj numri është shtuar shumë edhe gjatë marshimit, janë bërë akoma më shumë njerëz që e pranojnë. Tani zbresim te ky momenti që ju thash unë që mendoj që është i rëndësishëm, se për shkak të futjes së hundëve, të duarve, të shumë kujt që paraqitet dhe vjen aty dhe kjo është edhe normale si thua, secili del për sa të vet llogarit vet. Tani, ju, dikush doli aty dhe lexoi disa kërkesa. Si ra dakord për kërkesat që keni formuluar? Sepse aty janë shumë, e kupton e gjithë. Si i bet bashkë, apo ky zotëria që doli dhe i lexoi protestat, këto më falni, kërkesat, i lexoi Dritan Goxhaj i kishte të vetat. Si është kjo punë? Në fakt, është që t'i ndajmë gjërat, fakt nuk është hera e parë që protestat del me disa kërkesa zyrtare. Po nga aty brenda, nga njerëzit aty. Nga brenda pra, se nuk kanë dalë nga jashtë kërkesat. Nga brenda, fillimisht kërkesat kanë qenë këto. Dorëheqja e panegociueshme e kryeministit Rama prej fillimit protestës. Nuk është u vendos dje. Anulimi i amendimeve për ligjin e zonave të mbrojtura nuk u vendos dje. Anulimi i ligjit për të quajtur investitor strategjik nuk është u vendos dje. Anulimi i ligjit ose është quajtur në paketa e maleve nuk u vendos dje. Dje u vendosën në disa pika që në fakt përkonin me i lloj pjekje politike të protestës. Kuptim, protesta pas si kaloi 22 ditë në shesh, njerëzit u artikuluan, bën thirrje, bën rima, bën kore me radhë, do na duhej që në një moment të dilnim edhe me deklaratë politike. Kush janë kërkesat e asaj mase që është në shesh? Ne, në fakt, për këto kërkesa ishim konsultuar gjëre gjatë me secilin për njerëzve që janë në shesh. Se ne nuk është të dalim vetëm telefonia dhe flasim. Edhe, si që keni parë, nuk ka pas asnjë protestues në shesh që dali dhe të kontestoj kërkesat. Thotë, shiko, këto nuk janë kërkesat e mia. Kërkesat kanë qenë shumë thjeshta dhe ne nuk është se jemi lodhur që të futemi në teknikalitete. Pra ju keni patur një diskutim masiv për të formuluar këto kërkesa. Patjetër. Njeriu që i lexoi ishte autorizuar nga ju të gjithë. Patjetër. Ne në fakt, Goxhaj. patjetër. Okej. Ai ishte i autorizuar vetëm për të lexuar kërkesat. Dhe këtu kemi kuptuar dobësinë e qeverisë. Qeveria nuk u mor fare me kërkesat, si çfarë ne kishim shkruar, por u mor me personin që lexoi. Edhe për mua, kjo tregon se në fakt kjo protestë është shumë avangard në krahasim me Ramën. E kemi bërë Ramën që duket jo i vjetër, po i dal boje prej vitesh tani më. E për mua, në fakt, për këtë duhet flasim. Çfarë ndodhi me kryeministrin? Si ka mundësi që Do ma lesh mua ta Po, ndjes të rriqem. drejtoj emisione. M'fal. Ti po deshe pastaj. Kur të më Shumë thuash? njerëzve kur marrin këtë rol,
I them, hajde ulluni këtu dhe ullem unë aty. Do të ullesh tu ti? Më shullu një drama më këtë. Erdha unë, e gjeta ullur këtu dhe unë ullë atje. Më tha, ja ulla, më tha, kjo tini e të kishë mbetur i thash. Mere dhe këte po të shë. Shu që ta bëjmë këshu të mund. Është e një të gjë që në qoftë se unë do të përmendja, si thash, protesta është shumë qytetare, do thoja, ka shumë grupime të ndryshme, ka shumë njerëz të ndryshme, ndoshta edhe njerëz që janë pjesë e grupime të ndryshme, dhe organizimi bëhet në mënyrë shumë të vullnetshme dhe shumë kreativ, do thoja. Për shembull, unë jam artiste vizuale, të cilë kontributin tim në proteste kam dhënë me asaj çfarë unë di të bëj më mirë. Ne, për shembull, bashkë me artistë të tjerë, kemi krijuar këndin e fëmijëve, domethënë që nga protestat e fillimit, do thoja që e pam nevojshme dhe e pam u duk shumë se sa shumë prindër vinin me fëmijët e tyre dhe shikonim që ndonjëherë ndjeshin në siklet apo nuk ndjeshin një lloj paratie që edhe do të ishin pjesë e protestës, por ndërkohë edhe duhet kujdesin për fëmijët. Dhe ne e pam të arsyeshme edhe shumë të bukur, do thoja, pse mos me kriju një kënd që edhe fëmijëve me u bë pjesë e protestës, po edhe me qenë me, si thuash, me pas me atë lojen atyre apo ngjyrat e tyre. Kështu që kështu paka shumë lindi dhe këndi fëmijëve, shumë njerëz ndoshta që edhe i kam njohur aty në shesh, apo i kam njohur gjatë protestës, janë angazhuar, duke kujdesur, por edhe bashkëveprimi që kemi pas me prindërit ka qenë mjaft i mirë. Bukur. Zoti Këlliçi, tani kemi kohë pa u takuar bashkë, unë dua të di, nuk është në këtë moment goxha, diskutojmë më pas pak, nuk është në thelbin e diskutimit të problemit, është një moment, zë cilin edhe da diskutojmë, se nuk përbën rëndësi shumë të madhe. Zoti Këlliçi, për pas se të flasim më gjerësisht për protestën, më detaje, unë dua, në mënyrë sintetike, më thoni një mendim tuaj për 26 ditët e kësaj proteste. Si ju duket ajo? Si ndryshon nga protestat tuaja? Sigurisht ndryshon nga çdo protestë që është bërë deri më sot. Nga tuajat, të pyeta unë se nga çdo... Nga çdo protestë që është bërë. Pyeta nga tuajat, ndryshon nga tuajat. Patjetër, në mënyrën e dhënies mesazhit, në kreativitet, në formën e organizimit, për shembull ai këndi i fëmijëve që u përmend pak më parë. Ju se bet. Është një ide brillante, fantastike, është gjë më e bukur që edhe unë personalisht kam parë në atë protestë, me të vërtetën. Dhe sigurisht nuk ndaj atë opinion që protesta ka ardhur duke u rrudhur, përkundrazi, fakti që ka qëndrueshmëri, fakti që në ditën e 26, në një kohë shumë të vështirë, në shi të rënduar, janë me mira qytetarë që dalin, qëndrojnë, protestojnë dhe që ka një risi që nuk ka ndodhur në këto 35 vite të paktën, ose të paktën këto 13 vite që unë jam aktiv në opozit, ka një numër të pa precedentë të rinjve që dalin, tregon që është një protestë ndryshe, tregon që është një protestë e jashtëzakonshme dhe ka një energji shumë të madhe të rinjve, pra zgjuar edhe nervit të rinjve, gjë që është sinjal shumë i mirë për shoqërinë shqiptare, që po reagojnë dhe është lajm shumë i mirë. Përpos pasaj futemi unë e di që ju keni interes për të pyetur për sloganet, për thirrjet, i diskutojmë dhe ato, por në tërësinë e saj, në thelb, pa diskutim. Dhe fakti që sulmohet në këtë lloj forme, çdo person që qoftë i autorizuar apo qoftë në emër të atyre organizatorëve apo vullnetarëve lexon dhe këto kërkesat, dhe ndërkohë nuk ka asnjë koment për kërkesat, tregon problemin e madh që ka sot qeverisja aktuale, që nuk adreson dot problemin, por merret me personazhet. Qartë. Zoti Bushati, si ka qenë reagimi i Edi Ramës për këtë protestë? Deri tani në ditën e 26, ç'po bën kryeministri tani, edhe ti në mënyrë sintetike? Përballë kësaj proteste është kollaj ta kritikosh Edi Ramën. Por unë mendoj që në kushtet ku gjendet është reagimi më i mirë i mundshëm. Më i mirë i mundshëm thotë. Në ç'kuptim, sepse Rama ka kuptuar që çfarëdo që të thotë ka një numër masiv shqiptarës që as nuk duan të dëgjojnë. Pra, e ke parasysh kur dikush ore ziesh me njëri tëndin të afërt, ziesh me i mik, ziesh me bashkëshorten, ku e di unë je gati për të ndarë, dhe ajo t'jep argumenta dhe ke vetëm, ore boll më, çfarëdo, ke drejt të qita, po mu i qysh. Pra,
si vepron, është pyetja, si vepron një njeri që i bie në ftyrë shpreja boll mërmë se nuk du me të pa me sy. Dhe në këtë kuptim, them unë, është më i miri mundshëm. Pse më i miri mundshëm? E para se po synon të përçaj ata që i thonë boll më se nuk durojmë dot. E dyta, se përveç përçarjes atyre që i thonë boll më se nuk durojmë dot, po mundohet të krijoj një ndarje apo luftë civile midis një pjesë të shoqërisë dhe atyre që i thonë boll se nuk durojmë dot më. Pra, a mundet ta gjykojmë një njeri që është me një këmbë në varr? Çdo njeri që është me një këmbë në varr do bënte ç'është e mundur për ta nxjerrë këmbën tjetër nga varri. Në këtë situatë është Edi Rama, prandaj është si ai pandeuri që nuk i kërkohet më të thotë të vërtetën. Bolli kërkohet të shpëtoj lëkurën dhe Rama është në mision të shpëtimit lëkurës, prandaj justifikohet çdo gjë në këtë situatë. Okej. Atëre, Sara? Po. Është një pozicion... Po prisja në fakt... Ja, një sekund. Tani, më falë. Jemi të dita e 26 e protestës. Në fakt, leximi juaj, jo juaj personalishtë, po i forcës tuaj politike, i majorancës, duket si kur vende qalon në mënyrë të rëndësishme. Ti ke qenë një në studion time, tani si e lexon ti pas tyre ditëve këtë që po ndodh, që vijon të ndodh. Po. Procesin që vazhdon. Kur kam qenë në studion tuaj vetëm ndoshta para 10 ditësh, eksaktësisht kam thënë një shprehje që sipas meje protesta e ka humbur ose po e humb busullën. Edhe mbaj mend se shumë komente në fakt pas atij momenti nga protestuesit, nga ata që suportojnë këtë lëvizje që po ndodh në bulevard, vërshuan drejt meje duke më thënë se si po ja fusja kot, po gënjeja, po manipuloja e tjera me radhë. Por do më duhet që ta rithem edhe një herë atë që kam qenë duke thënë përpara 10 ditësh. Kjo protest faktike tashmë e ka humbur busullën. Në çfarë kuptimi? Pse? Pra, nisi një lëvizje për një projekt dhe ku zonat e mbrojtura e ndoshta Po pra, ka ikur nga projekti dhe ka ardhur në të gjitha projektet. Ishte kryefjalë dhe kjo inicioi. Minimalisht do duhet që në ato pikat e rënditura që edhe u thanë pastaj me zë e me figurë, nga një përfaqësues që nuk e di dhe kurioze jam edhe si e zgjodhen, do duhet minimalisht ishte pika e parë. Sepse nga aty nisi gjithçka. Por çfarë ndodhi? Përkundrazi, ajo ishte pika e parafundit, që do të thotë sebepi. Pra sebepi ishte kjo, por në fakt lëvizja na pas ka pasur një iniciativë tërësisht tjetër që edhe djalin ndjes se nuk e fiksova dot emrin, që është në studio me ju, e tha, tani kjo tha është një prekje politike. Pra për herë të parë është një aktivist i rëndësishëm, Edison Lika. Këto janë kërkesa thellësisht politike, jo prekje politike, thellësisht politike. S'ka problem. E kam shnuar Edison, e the fjalën prekje politike. Që do të thotë, nuk po të mohoj me vajzë. Ne kemi, po pra, më në fund, ne kemi një artikulim nga vetë aktivistët e kësaj proteste, se në fakt, na qenë ka një lëvizje politike. Atëherë, nëse kjo është një lëvizje politike dhe ka kaluar nga kërkesa e parë në një organizim të mirëfillt politik, atëherë e janë dhe bëjmë politikë. Nëse kjo është opozita zyrtare tashmë e vendit, e nëse kjo është opozita që Partia Socialiste, atëherë me patjetër ne mund të garojmë aty ku dhe garohet në një vend demokratik në zgjedhje. Zonja Milja, mund bëj një pyetje. Ku dallon një lëvizje politike me një lëvizje jo politike? Të lutem. Ju artikuluat pyetje, të lutem. Ku dallon një lëvizje politike me një jo politike? Tani, më dëgjoj, se të dëgjova, po e para kushte për pyetje dhe për përgjigje ti nuk më vendos dot. Ti mund të mos përgjigjesh, kam dëshirë pa të kthej përgjigje, po mënyra se si e bën pyetjen ka të bëjë shumë se ky nuk është emisioni jot. Ky është emisioni i Yllit dhe i bën Ylli ato pyetjet detyruese. Kam dëshirë pa të kthej përgjigje. Ki dyrim
të kthej përgjigjen time. Mos më ndërpret. Se duke qenë dhe larg në distancë kemi të vështirë të mund të rakordojmë. Atëherë, është një lëvizje politike në momentin kur nga 5 kërkesa që zyrtarisht ka publikuar kjo iniciativë, kërkesa parë shqip dorëheqjen, një kërkesë tjetër lidhet me kodin zgjedhor, eksaktësisht, një kërkesë tjetër lidhet me qeverinë teknike. Çfarë duhet të them? Është që kjo tashmë është një lëvizje politike totalisht dhe në fjalët e tua, vetëm pak më parë, arrita ta vërtetoj. Që do të thotë, në rast se kjo është një lëvizje mirëfilli politike, atëherë e janë dhe bëjmë politik, por mos i gënjeni më shqiptarët duke i thënë që kemi dalë për të mbrojtur zonat e mbrojtura nga një projekt famkeq. Se nuk na pas ka qenë kjo iniciativa, apo jo? Atëherë, nuk ka qenë kjo, por është përdorur. Kjo është një politike edhe pyetja e Edisonit ishte pak provokative. Nuk e dallon dot. Sepse ajo e dalloi. Ajo tha, nuk është më një lëvizje e shoqatave të mjedisit për të shpëtuar Zvërneci. Ajo çfarë ka ndodhur në nartë është politike, protesta është politike, lëvizja është politike, çdo gjë është politike. Nëse është partijake është gjë tjetër, ajo është politike. Por janë dy gjëra të ndara. Kjo është qërore, po nuk do futemi në koncepte, se po futëm koncepte ngelim këtu. Për këtë përpjekje bëre për ta futur në koncepte. Po nuk u fut dot. Tani edhe përpjekja jonë për të jetuar vendim politik është në pikpamje të mos hymë në doktrina, mos hymë në filozofi. Tani e kupton shumë mirë ku e kam dhe e di shumë mirë ku e kam. Tani, jemi okej. Ti e di që kam drejtë kjo. Jemi okej, një sekond. Tani, kemi një moment që me që je në lidhje, ti do të me fituash në fillim, pastaj do të flasin të fituar që unë kam këtu. Rama po merret me disa individ brenda protestës. Njeri prej tyre Dritan Goxhaj, të cilin e akuzon si përfaqësues të interesave të Iranit. Apo edhe Iqbal Uduti, del një zonjë tani që edhe kjo merret kjo, edhe me punë të Iranit, edhe me punë, për shembull thotë sipas parimeve të fesës, domethënë ajo thotë të jetoj në një burr me shumë gra e gjitha, punë e saj, është e lirë t'i bëj gjitha këto. Po dhe Iqbal u shpall non grata tani. Tani, unë dua të di, kjo është një strategjia juaj tani që të ndaloni të njerit e tjetri individ dhe pa mbetur të oja që ndrojnë këto që kanë dhe kanë dalë ta apo jo. Do me thënë një lexim, a kini ju një lexim tjetër është pyetja ime që vi po të fillimi? Po, atëherë, përsa i përket emrave të përveçëm, e para në asë një moment nuk do të quaja as që po përndjek personat caktuar, as që po i kundërvijet personave caktuar Kryeministri Rama apo e gjithë Partia Socialiste. Tani, pikë së pari duhet kuptojmë edhe një gjë. Që ti është në bisedë totalisht edhe ti për këtë problem, unë të pyes më mirë aktivistët, i pyeta njërë në fillim, dhe ata të më thonë, çfarë është roli Zotit Goxhaj në protestë? Se unë kam idenë që të dyja forcat politike kryesore që ne kemi kërkojnë të shpallin këtë Goxhajn si drejtues protestës që ta mbledhin pastaj. Kam idenë unë, ndoshta gabojsim. Por, çfarë roli ka Zoti Goxhaj në protestë? A mund të ma shpjegoni ju mua? A është ai një nga drejtuesit? Pse lexoj Goxhaj tha me inxhinieri tha Edisoni që e lexoj tha për herë të parë. Të tjerët kanë lexuar herë tjera. Çfarë është ky tani? A mund të ma thoni mua ju sa më qartë dhe për popullin? Zoti Goxhaj është thjesht njëri prej protestuesve në shesh. Goxhaj lexoi ditën e parë, unë e lexova ditën e dytë, Arber Lesh e lexoi ditën e tretë. E sot do e ketë lexuar dikush tjetër që unë nuk e di. Ti se di ti se si je këtu. Ne çdo ditë i lexojmë kërkesat njerëz në ndryshëm mënyrë që të ketë larmishmëri dhe njerëzit të ndihen të përfaqësuar. Ne nuk është se ju bëjmë praktikisht analizë të shkuarës të njerëzve që lexojnë kërkesat. Edhe ai zotëria ishte shumë i saktë, tha këto nuk janë kërkesat e mia, unë jam i deleguar këtu thjesht për të lexuar kërkesat. A doni ju që Zoti Goxhaj, që protestat identifikohet me Zotin Goxhaj? Ju. Unë nuk dua që personalisht unë nuk dua që protesta të identifikohet as me mua. Protesta, në fakt, nuk identifikohet me asnjë individ. Kështu që protesta është lëvizje shoqërore. Pra, Sara, të ftuar dy aktivistë të rëndësishëm, i quaj unë, për shkak edhe të ki i njohë të gjitha, kësa s'duan të japin në si vjetës, tonë jemi njëri për tyre, për atyre. Pra, ulen, edhe sikur të kjenë me vlerat më dha, ulen dheri aty dhe thonë, ne s'jemi, për jedhoj thot nuk është as Goxhaj,
por a ishte shpallur tani si një njeri shumë i rëndësishëm. Po, tani, nuk më do mundë që këta bëjnë me letër me vrim, këtë histori, dhe kujti bie letra me vrim, dele dhe lexon atë. Tani, nuk e di, jemi gjithë matur, kemi përfunduar shkollat që kemi përfunduar, dhe nuk ma ha mendja që kjo rastësia pas ka kapur të parin zotin Goxhaj, dhe letra me vrimi ka qelluar atij dhe prandaj ka dalë dhe ka thënë ato që ka thënë. Pra ka duhet kuptojmë që dhe në protestat cilat përngjajnë apo nduke janë pa organizuara, nuk është ky lloj organizimi që pretendohet nga protestuesit, sepse me patjetër do duhet të ketë një organizim, dhe nuk është as faj, as gabim dhe as gjë e tillë, sepse çdo organizim i cili mbledh njerëz rreth rrotull do duhet që patjetër të ketë edhe përfaqësuesit e vet vokal. Qartë, zotrinjt, zonja Vajza dhe zotria thonë që ajo është një dalje spontane. Po. Më thënë, edhe duhet të theksoj, ndoshta, më thënë, në qoftë se mund ta marr pak fjalën. Unë nuk e besoj dhe fakti që ne... Jo, ka shumë njerëz që nuk e besojnë, kryeministri ishte i pari. Ja të nxjerrin personazh tjetër, unë do të mbetemi edhe pak këtu që të mos na haj gjithë emisionin Goxhaj. Dhe shiko, zoti Mamuti, këto janë shashka kotë, merret me përmbajtjen mo. Dëgjoj. Jo, ajo ka do të thotë mendim. Këta janë më të ri, ne jemi të vjetër. Unë mbaj mend, kur u bë lëvizja dhjetorit në 90-ën, se unë e kam jetuar dhe këti nga ana e bllokut, si të thuash, ata po ndodhte një përmbysje madhe dhe në komitet qendror gjithë njerëzit më të mykur të vendit e diçka thoshin, ka dal djali filanit, ai të persekutuarit, djali i atij spiunit, djali i atij këpucar. Do me thënë, këtu uragani është shumë i madh se çdo individ. Dhe çdo përpjekje për të harruar uraganin dhe për të marrë me individin, është që t'i shërbesh atyre që uragani po merr përpara. Prandaj, jo çdo shashk që edhe Edi Rama, po ishte edhe filani, ky spiuni grekut, ky spiuni iranianit. Jo, ky përdor gjithësisht, unë e mora këtë. Pra, nuk ka lidhje. Unë e mora sepse... Mund ta pak logjikën. Jo, të futin personazh tjetër, po patjetër mund. Do jemi një sekond, të lutem. Të lutem. Jo, shiko. Zoti Mamuti, nëse kemi, edhe a kemi dy lidhje paralele. Okej. Zoti Mamuti. Ju deklaruat që zoti Goxhaj nuk ka lidhje me UÇK-n. Pse bët këtë deklarat, ja u kërkoj njeri? Po rastisht, dësh vetë ju dhe e bet. Po qa lidhje ka kjo? Ka lidhje me mua, me emisionin që bëjun. Se duhet të di, pse u shqetësua zoti dhe foli për Goxhajn? Për disa veta jam i shqetësuar unë që mund t'jena aty, për s'ka lidhje pare. Po sepse, është një përdorimo, unë mendoj që është një përdorimo. Dëgjoj në këtë debat. Urdhro? Në këtë debat. Jam i shqetësuar edhe në atë që dëgjoj në këtë debat. Ja, po të shqetësoj, po këta janë aktivistët dhe të... Jo, absolutisht, dhe shpreh mendimin tim që do të... Thuaj, patjetër, thuaj. Po. Në qoftë se nënshmohet situata se kush del të lexoj në bazë të protestës kërkesat politike, mund të ndodhe një përvojë aq e keqe siç ka ndodhur me pranverën arabe. Të gjithë ata që nënshmojnë një protestë të gjithë popullore, ku nuk ka një kërkesë saktuar, po ku përzihen grupacionet ndryshme, interesat ndryshme, mund të eskalojë situata nga një pranverë të bëhet një dimër jacart, edhe në vend që të shpëtojmë lëkurën e dikujt, mund të ndodhe të rjepet lëkura e të gjithëve. Zoti Goxhaj ka të drejtë të protestoj ku të ke dëshirë. Dhe e beri, doli protestoj. Po, është e drejtë e ti e pa kontestueshme, po ai nuk ka të drejtë të flasë si ushtar i UÇK-s, sepse nuk ka qenë si i tillë. Ka foli si ushtar, po edhe në ty më kotë më la, i lexoj 5 kërkesa. Një qytetar i Republikës Shqipërisë, kaq. E kupton? Ky s'është Kosovë. As lejohet me dalë me protestu, fare. Po ka dalë si qytetar dhe nuk ka folur për UÇK-n. Zoti Mahmudi, ka ndodhur në shesh. Ka parë atë që ka shkruar Edi Rama, se në shesh ai nuk është prezantuar si UÇK-s. Zoti Bushati.
zoti Bushati, në 2024 nuk ka shkru zoti Rama, Bardhyl Mahmuti ka shkru 3 shkrime për këta matrapas që bëjnë elogje për Hamasin. Unë kisha që sapo gënyet publikisht, sa i person, kur ka lexu kërkesat, nuk ka fol, nuk është prezantu si ushtari UÇK-s. Juve ju shduk si ushtari UÇK-s, se doni t'i besoni shplarje strurit që është organizuar diku tjetër. A i ka lexu 5 kërkesa. Ase si nuk e kam përcetu unë, pa ai prezentohet si ushtar i UÇK-s. Unë si shqiptar kam të drejtën time të shpreh shqetësimin se dikush që ban elogje për Hamasin, dikush që ban elogje për sistemet diktatoriale si Irani, nuk mund të dalë në balë të një proteste shqiptare dhe të pretendoj se do të krijoj një Shqipëri të re. Kjo është pikpamja ime. Nëse jam këtu, unë e shprehi pikpamjen time. Zoti Klliçi ka një pyetje, zoti Mamutaj, për ju. A shqetësoheni ju, zoti Mamutaj, për shembull që kryeministri i Republikës Shqipërisë, vend antar i NATO-s, e ka quajtur presidentin e SBA-ve turpin e civilizimit botror, dhe nëse zgjidhej presidentin Trump, po, në CNN, kjo do t'ishe kërcënim për marrëdhënien midis dy popujve, miq Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për cilën agent punonte atëherë Edi Rama kur ka dhënë këtë deklaratë? I shërbente Hamasit? Kujt i shërbente? Iranit? Dëshironi mendimin tim. Logjikën tuaj, kryeministri i Republikës Shqipërisë, vend antar i NATO-s, ka quajtur presidentin Trump turpi i civilizimit botror. Ka një përgjigje që ti e di ore për demokratë amerikanë. Jo më do të ma japi zotëria, ta kuptoj logjikën. Po ti e di se ti po bën pyetje që e di. Ta dëgjoj, lëre zotërin. A do që ta bëjmë dhe emisionin të bukur sa protesta? Flasim për protestën? Po pra flasim për protestën, se për milione. Po ikim nga thelbi, dolim ke Hamasit. Është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Njeriu nuk ikim nga tema, njeriu që vehet në balë të protestës. Për të prish protestën. Ore më rike kryeministri. Lëre këtë se ky është një individ kryeministri. Kujt i ka shërbyer Edi Rama? Të gjitha do të kthehemi me ku të keni dëshirë. Do të mund të shkojmë edhe nga viti 1990. Te Rama, 2017. Jo, edhe të Berisha do të kthehemi, edhe të Rama, edhe të gjithë. Për të gjitha këta kam dhënë qendrimet e mia publike, dhe mund t'i... Nëse mund t'japi përgjigje për këtë. Duket që është Po të ikim fokusit. Ti ikim. Faleminderit zoti Mamut. Unë them ti ikim ti, zoti Mamut. Faleminderit shumë. Atëre, Përgjigjen. ju e njihni zotin Goxha personalisht ajo? Ai ka qenë personalisht nuk e kam takuar asnjëherë, po e di çka është menduar në unë e kam qenë zoti Rakipi, unë kam qenë shefi i grupit diplomatik i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kam qenë ministri i punëve të jashtme, ministri i parë në qeverinë e përkohshme të Kosovës, kam qenë antar i drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe e di se çka është zi dhe kush sa ka çu peshën atë kohë. Flitet për gjoja falsifikim që ka ba... E çlirut Kosovën, lërin i këta çlirojnë Shqipërinë. Lërin i këta çlirojnë Shqipërinë, se ju e çlirut Kosovën. Me njerëzit që thurin, a të dorën zoti Bushati ktheja vetës. Tani, për të qenë... Atë dorën baje ktheja vetës. Jo, me jo, është ba një pranverë. Unë dorën e bëjt se të më përmëndë ashtu, jo pranverë arabe, jo rreziqe që janë vetëm në kokat të të shmëndura. Zoti Mamuti, shiko, sa interesant është. Të rinjtë që unë kam në studio... Unë shërbëtorve jo ja bëj me dorë, po dhe i përbuz. Ishte spontane të folurit... Po grive salat tani, po ikër tani. Një minut. Ta janë zushat punës. Ta janë zushat të lutem. Zoti Mamuti, tani... Të rinjtë që unë kam në studio, thonë që deklarata që bëri Goxhaj është një deklaratë dhe pikat që lexoj ishin shumë spontane. Jo, pikat jo, përzgjedhja tha. Përzgjedhja ishte janë lexuar edhe nga qytetarë të tjerë, mo. Janë lexuar nga qytetarë të tjerë. Pse nuk keni marrë me qytetarë të tjerë? Ai nuk drejton gjë, nuk është... Po ka një agent, mo, zoti Goxha, ka një agent brapa, prandaj do merrem me të. Po ku e ka agendën? Të merrni sot. E kemi ne? Kam brapa agendën. Jo, e kemi agendën
Këta themi se... Tani, a mund merrem protestën një lutem, mos merrem me persona që Zoti janë këtu dhe janë Goxha në parëndësishëm. çdo studio televizive Nuk mund të merremi me protestën del dhe flet pa pro i Iranit. trajtu Tani njerëzit çfarë që agenda vjen tjetër të mund bëjnë të ketë mënyrë zoti tjetër Goxha? Po Julli, a vazhdojmë se s'ka kuptim, flasim për protestë. Tani, Zoti Goxha gjithë sesion të falenderoj. Mamuti, se Goxhin se kishim, se ai e ftuam. Është më mirë ta kishim, ndoshta... Ma se t'ishte Po nuk erdhi pra e mora dhe tha... Stafi im e mori telefon dhe ai tha nuk jam. Përgjigjet vetë për ato. Unë të falenderoj. Si e shek të protest, përfundimisht tuaj 3 fjalë vetëm. Jo, 3 fjalë. Rrezik për Shpresoj që diversiteti partnersive Po, duhet ajo shumë mirë që e ke marrë. të shman rreziku për Shqipërinë është nëse vihen në ballë forcat që nuk ja duan interesin Obskure. të popullit shqiptar. Obskure. Kjo është. Të gjitha kërkesat Edhe janë të rrjedhur ata që flasin protest. Janë të rrjedhur ata që flasin protest. Zoti Mamuti, faleminderit shumë. Gjohet. Kënaqësi që folëm bashkë, faleminderit. Tani të kthehemi pak... A mund ta marr vetëm pak fjalën, se do kalojmë pas te me njëherë te Këlliçi, po. E di që është pak e vështirë duke qenë se është kjo lidhja kështu. Dua vetëm të sqaroj 2 momente. Ndoshta për ta mbyllur me çështjen Goxhaj edhe këtë po themi personalizimin që na thonë se e mbyllur ka qenë këtë çështje Goxhaj, që në fillim. Për sa i përket, nëse pas ka qenë zgjedhje kaq rastësore, atëherë mendoj që do duhet ishin shumë të kujdesshëm protestuesit, pasi ju e kishit një indicje që vetë kryeministri Rama dhe vetë Partia Socialiste ka dalë disa herë dhe ka thënë se në fakt pas kësaj proteste ka element Por këta kanë gjysmë në qeverisë në burg, edhe më thonë duhet jemi të kujdes. Ka element antikombëtar, ka element të cilët janë pro Iranit, që janë duke e shtyrë dhe duke i quar shqiptarët në një marrëzi të madhe. Atëherë si ka mundësi që duke e pasur publike këtë qasje tonë, ju rastësisht i jepni letrën me vrim zotit Goxhaj, i cili njihet për deklaratat e tij shumë publike pro Iranit. Me vërtet është kjo, po. Unë dua të them diçka, protesta një problematik në menaxhimin e situatës. Vetëm ta mbaroj fjalën se ata duhet respektojnë. Protesta ka çdo një lloj njeriu aty, domethënë ka çdo personaliteti, çdo profesioni, çdo kush. Prandaj është protestë gjithëpërfshirëse, nuk është partijake, është gjithëpërfshirëse. Ndoshta janë të PS-s, ndoshta janë të PD-s, pak rëndësi ka, nuk ka rëndësi fare. Rëndësishme është si shkojnë nuk është zëdhënë si para, e letër është lexuar edhe më herë. Kërkesat janë lexuar. Gënjen në gocë par zotin e madh. Të shi ti e përfaqësuesi i partije që është gjysa Hamburg, të shi pashtë të ballet, vjena të regon. Do doja shumë që kryeministri jonë të shpenzonte në shumë kohë duke parë kërkesat tona, në shumë kohë duke parë protestën, më shumë kohë duke na dëgjuar. Nuk është protestë me 10 njerëz, nuk është protestë me 100 njerëz, është protestë me mijëra njerëz. Bën që të mërziteni? Fatma, ndjes, mund të kthej pak një përgjigje gjuhës së djalit? Edhe unë kam ardhur për të folur, me falë, edhe duhet të respektosh dhe kohën. Sa po të largohem unë, do flasë në zëti. Sepse duke qenë se jam lidhur në këtë linjë, nuk e ka përsim do njëra tjetërën, se bëjt shumë zhorë. Tani, përsa i përket, po mirë më se jeni 10-1 aty në studio, kështu që mendoj duhet të ketë një loj... Duhet të ketë një loj... është shumë interesant, ne jemi protestu, zëri jo nuk po dëgjohet në këtë rast. Protestës... Ne përfaqësojmë, ndoshta unë personalisht me protestuesit unë mos merrem me këtë punë. Ka marrë si aktiviste. Ai po merret personalisht. Këtë pikë për shembull, edhe partia. Jo ta bësh temë kryesore. Edhe kryesore. Zonja Mila, po kjo është tema valla. Ai po merret personalisht tani me atë. Jo pra, nuk është e vërtetë që po merret personalisht me protestuesit. Merret me pseudo protestuesit. Po tani nuk i caktoni ju kush është protestues dhe kush është pseudo protestues. Me pseudo protestues. E caktojnë vet ata. Ata e caktojnë vet me agjendën e vet publike. Po pse ka rëndësi kush janë protestuesit? Zonja Mila, pse ka rëndësi kush janë protestuesit? Nuk ka, po si nuk ka rëndësi? Aty ka mira njerëz o zonjë. Po le 10 veta, 20 veta, 100 veta. Ta marri peng një frymë antikombëtare, ta marri peng një agjenda antikombëtare. Unë po them që ju duhet të lexoni, është më e rëndësishme se kush, se çfarë kërkohet apo kush e kërkon për ju. Se ju tani po zbërtheni, po merrni element njëri pas tjetrit për të thënë se
kush po i kërkon, dhe jo çfarë kërkohet. Elementet antikombëtar, elementet të cilët nuk janë ato elementet të cilët pretenduan fillim dhe tani Shqiptarë kanë humbë busullën, termi tamam, ai që ka humbë busullën është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Se cili prej jush nuk u vjen turp, bëni copy-paste statuset e Ramës. Ju nuk dini të shkruani, ama... Vetëm një vit më përpara, 9 muaj më përpara është konstituuar qeveria re, e kemi marrë 820.000 vota nga shqiptarët, dhe nuk ka më çfarë busullet humbi Edi Rama dhe Partia Socialiste, se ka një busull drejt Bashkimit Evropian, kështu që... I dëgjuat europarlamentarët si votuan, e pat votimin e europarlamentarëve. Cilët europarlamentarët? Si u votua për ligjin personat e mbrojtura? Flasim për... Një sekundë, lutem. Zoti Klliçi. Po, flasim pak për protestën, lutem. Po, për protestën po flasim. Jo, vetëm për protestën nuk po flasim. Vetëm për protestën s'kemi folur. E drejton ti? Jo, nuk e drejtoj. Më lërë të drejtoj unë, jo të lutem, më lërë të drejtoj unë emisionin dhe unë po pyes zonjën pse në mënyrë personalizuar Edi Rama cakton emra 1, 2, 3, 4 dhe nuk merret me problemin e protestës. Ja te ju. Doktori ka deklaruar që e mbështet, ja një minutë, të lutem. Po të lutem pra tani ose hajde këtu ti përzeun këta dhe rim të dy ne. Flasim, tër natën. Do ishte shumë mirë. Po, hajde flasim. Po, mbaroj me këta. Atere, që të themun shkët? Atere, doktori ka deklaruar se mbështet fort protest. Ditë për ditë, minut për minut. Tani... Jo, në fillim nuk mendoj kështu. Jo, tani. Por nuk dili me logon e PD-s aty. Në fakt, në protest bërtasin njerëzit Ramanburg, Berishanburg. Të sash që dëgjoni vetëm me një vesh. E mbështet doktori këtë slogan Ramanburg, Berishanburg? Sali Berisha dhe Partia Demokratike mbështet protestën që nga dita e parë që protesta ka nisur. Po, dita e parë tani, ja ku janë këta, po që se nga gënjen kënë fillim fare, dita e parë Sali u ishte gazet me automatikun pra. Po fol pra mos nga gënje. Dakor, jo më ke këtu dhe ma thuj që do të gënje nga këto që do të them. Po ditën e parë Sali Berisha ka mbrojt protestën. Dhe nuk thuj fjalë të shim let plas. Po ka mbrojt protestën. Jo pra jo ta them unë një sekond. Në momentin që ka ndodhur konflikti në Zvërnec, në momentin që ka ndodhur konflikti, në atë moment, unë personalisht, unë s'jam thjesht një antar i Partisë Demokratike, por jam deputet, jam antar kryesi i kësaj force, kam folur në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike live një drekës, kur kam denoncuar ngjarjen që po ndodhte në Zvërnec dhe dhunën që është ushtruar ndaj atij pronarit të Truallit që ishte aty. Aq informacion kishim. Unë kam folur në kuvend kombëtar, ka qenë duke u zhvilluar kuvendi kombëtar në punime e sipër. Të nesërmen, jo vetëm unë, po një sër deputetësh Partisë Demokratike kanë reaguar publikisht në mbështetje. Të pas nesërmen kanë dalë në protestë, Sara nuk të ndërpreva asnjë moment, lutem. Ja, të mbaroj Sara dhe ndry. Okej. Të mbaroj se në fakt ka ditën e hënë, në datë 1 qershor, ka qenë data 1 qershor, është zhvilluar protesta dita 2, mos gaboj, ka patur një pjesëmarrje, kam përshtypjen edhe për vetë organizatorët surprizuese, ka qenë shumë e madhe. Keni patur një sër deputetësh Partisë Demokratike që kanë dalë në shef si qytetar dhe nuk kanë patur asnjë kërkesë për protagonizëm, për vëmendje, asnjë ngjarje tillë. Në datë 2 është dhënë deklarata e parë nga zoti Berisha mbledhje grupi dhe atij momentit të cilit ai i është referuar për ata që ka thënë që ata që dalin dhe drejtojnë thirrje kundër opozitës, unë i them që janë mjeran dhe i shërbejnë status quo-s, kaq ka thënë, dhe ndërkohë ka thënë mbështes plotësisht protestuesit të gjithë, kauzën dhe protestën, por ka veçuar këtë grupim. Por ka dalë pro ndërtimit pronart. Ky moment është marrë. Berisha ka dalë pro ndërtimit pronart. Ky moment në parim ka thënë jam pro projektit dhe investimeve tuaja. Jam pro investimeve tuaja, jemi parti e djathtë. Pronartët që është Kushneri. Ka folur pro investimeve të huaja. Më dëgjoni edhe një sekond. Dhe kam qenë aty. Dhe kur është marrë dhe është spinuar lajmi në të gjithë mediat dhe portalet që dihet se kush i kontrollon këtë vend, gjithë televizionet kombëtare, që e kanë censuruar protestën në çdo formë të mundshme dhe në çdo mënyrë, kanë marrë vetëm këtë segment dhe kanë thënë PD-ja është kundër. Kundërkohë nuk ka qenë kundër. Nga momenti i parë që protestuesit kanë dalë me 5 kërkesat e para, se sot kemi 5 kërkesa që janë lexuar nga zoti Goxha dhe disa tjerë, por kanë qenë dhe 5 kërkesa tjera, të cilat tash janë inkorporuar ke këto 5 kërkesat aktuale, se i mbajmë në shumë mirë. Ne kemi bërë madje dhe aktin, se politika nuk është vetëm retorik, deklarata, kemi bërë dhe aktin në parlament, në kuvend, kemi depozituar kërkesën për mocion me debat
dhe kërkesën për shfuqizimin e 4 ligjeve që i kanë kërkuar dhe protestuesit, duke ju përgjigjur interesit të protestuesve dhe duke ju përgjigjur zhvillimeve politike në vend, nuk kemi kërkuar të jemi as dhëdhënës, siç e përmendet sot Aulan Balla, as përfaqësues të protestës, as gjë. Parlamenti ka detyrë të përgjigjet problemeve qytetarëve. Ne nuk mund të bëjmë sigur nuk ekziston kjo protesta që ka 26 ditë. Dhe kemi quar deputet e Partisë Demokratike. Në fillim bët ato të trazinorëve jo. Në fillim bët protestën e trazinorëve. Ishte planifikuar, kishe javë që ishe njoftuar. Kemi dhe jo, nuk mund ta vazhdosh. Kemi depozituar, vazhdo se si e mburg këtu, Sara, vazhdo. Kemi depozituar kërkesën zyrtare për shfuqizimin e të 4 ligjeve që kanë kërkuar dhe 4 nismat. Kundërkohë, njëra prej tyre kemi kërkuar e kemi quar prej 2 vitesh amendamentet në ligjin për zonat e mbrojtura e kemi quar dhe në gjykat kushtetuese. I dashur zoti Kllish. Kështu që ku e shef këtu mos mbështetjen apo problematika? Ku i shef këtu? I dashur zoti Belin, të bëra një pyetje shumë të thjeshtë. Po, dhe tu ja bëra dhe një kolegu tuaj dhe nuk më dha asnjë përgjigje. Tu dha përgjigje shtruese përkundrazi. Pyetja është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë edhe përgjigje. Ky zotria këtu dhe vajza atje bërtasin, zonja atje, bërtasin Ramanburg, Berisha Burg. Dakord. Ju jeni dakord që dhe Berisha të shkojnë Burglla me qenë mbështetje forte? Janë dhe 100.000 protestues të tjerë, ta them dhe këtë dhe të flasin, pa tjetër se ata duhet kënë kohën se kanë arë për të folë për protestën, janë dhe 100.000 të tjerë, që kanë thirrje të tjera, ne mendojmë që kemi shumë e më shumë arsye që na bashkojnë në atë shesh, se sa na ndajnë. Unë mund mos bie dakord me organizatorët, apo vullnetarët, apo si doni ju vejani emrin, zotrinve që janë koordinatorët që janë në studio për këtë çështje, por për një sër çështjesh të tjera, bie plotësisht dakord. Dhe këtu mbaron historia. Fakti që nuk e bërti gabime. Kjo histori nuk është bardhëzi. Kolegu juaj, njeriu mirë rëndësishëm se ju, sekretari i përgjithshëm i partisë, thoshte që kjo është një protestë e Sorosit. Berisha në fillim ju dolët me transgjinorët e me këto dolët në protestë paralel me këta. E të gjitha. Tani, dakord, më jemi dakord, mirë bet. Ndryshimi është një gjë që vjen, është e padiskutueshme bëhet e njeriu. Dhe të forcat politike sidomos. Ndryshimi është gjëja më e rëndësishme që mund të ndodhë, dinamika, kjo lëvizje. Tani, problemi është i nderuar që unë me pyetjen e thjeshtë të përgjigjet asnjëherë. Unë të përgjigjem. Jeni dakord Ramanburg, Berisha Burg? Unë jam plotësisht dakord me 5 kërkesat e protestuesve. Këtë thirrje. Po brenda këtyre kërkesave është edhe Ramanburg, Berisha Burg. Te kërkesat zyrtare që janë të depozituara, flitet për zonat e mbrojtura, për paketën e maleve, për ligjin për trashëgiminë kulturore dhe flitet për çështje që kemi ngritur dhe ne prej vitesh. Ju do ta hiqni këtë Ramanburg, Berisha Burg tani. Kur ti kesh kërkesat, vetëm të lutem Ylli, ma merr mua kohën, mos më lër mua më të flas. Vetëm jepi kohën për të folur për atë librin aty. Se ai libri është arsye shumë e madhe. Ai libri është arsye shumë e madhe. Unë nuk merr me librin. Dhe një fjalë për edhe për shkak që nuk kuptoj se çfarë është protesta politike. Për librin kanë dalë njerëzit në rrugë. Gjithçka që është publike, Ylli është politike. Edhe çmimi i ujit në vitet është politik. Në bazë të librave, edhe çmimi i biletës ngjarjes kam ndërtuar së urban. Një minutë. Unë kam ndërtuar emisionin, unë kam bërë një platformë të këtij emisioni. E kam ndërtuar, e kam skeduar, kam punuar dhe unë ju pyes, ju përgjigjeni. S'doni të përgjigjeni, nuk përgjigjeni. Do ka ngel gjë pyetje tjetër të taja përgjigjen. Isha i qartë. Pyetje e parë vetëm nuk u përgjigje. Nuk u përgjigja prapë. Ramanburg, Berisha Burg. Ramanburg, Berisha Burg. Jam 100% dakord me 5 kërkesat e protestuesve. A nuk e kryeshtarët na pyesësh neve? Dhe janë me shkrim kërkesat. Dhe ka thënë dhe Berisha vetë i mbështet. Tani vazhdoni ju. Ju vazhdo. Ramanburg dhe Berisha Burg nuk do. Parasysh diçka se si ka rrjedh ngjarje. Domethënë narta ka qenë pika kyçe e cila është derdhur kupa. Domethënë nuk bëhet fjalë që ne po i dalim kundër qeverisjes tonë veç me një projekt, po i dalim kundër qeverisjes tonë me shumë gjëra. Dhe kjo është shumë e rëndësishme me u theksu. Por domethënë që nga nisur që nga ligji i zonat të mbrojtura, ndryshimi i ligjit të zonat të mbrojtura, i cili ka ndikuar shumë në vendin tonë, si në Rjoll, si në Nardë dhe shumë në vende të tjera. Pra, arsyeja pse ne kemi thënë edhe Ramanburg, Berisha Burg, ne po flasim për një kryeministër të cila ka shkelur ligjin e vet, ka bërë korrupsion, ka mashtruar. Por ndërkohë po flasim edhe një opozitë e cila mbat akoma ben nga Sali Berisha. Pra, po flasim për dy komponentë që janë për shumë vitësh në vendin tonë, që qeverisin tonë dhe bëjnë të njëjtin gjëra. Ne duam një ndryshim më të ri me këtë sjellje.
Prandaj edhe e themi Rama Burg Berisha Burg, sepse duan ndryshimin e këtyre komponenteve që janë kryesor që janë duke mbajtur peng si partitë kryesore në vend. Ka një gjë që unë nuk e kuptoj aty, te ju. Që të them tani me që ju gjej dhe ju dhe Berlindin. Berlindi është relativisht i ri ose më shumë se i ri. Qoftë edhe Sara Mila që është aty, Mila. Tani ju jeni që të ikin të gjithë ky e quani establishment dhe këtë ju. Edhe Berlindin dhe të gjithë. Të ikin të gjithë ta dhe ku do vinë. Të them. Dhe pastaj të më shpjegoni si do ikin këta. Se me revolucion... Ka i gjo që pra ne u futëm pak në koncept e do më lesh vetëm ta mbaroj. Ditën e parë ne thirrëm një protestë te drejtoria e policisë. Ajo është një protestë normale siç kemi thirrë gjithë të kohë. Prisnim 100-150 vetë në rastin më të mirë 200. Po e dim këtë, e keni shpjeguar shumë herë. Ajo kaloi në revolt. E revolta u kthy në lëvizje shoqërore. Lëvizja shoqërore shumë e madhe. Merr para të gjithë ata që janë vjetruar. Edhe këtë vend është vjetruar dhe Partia Demokratike. Si zbulohet vjetrimi, si zbulohet? Sepse ata nuk e kanë ndjek dot artikulimin e protestës. Po a do vjet në vota apo si do bëhet? Se si ndiqet. Si e ndjeni ju? Si e kuptoni se? Për mua Belind Kolliçi ka rol. Kam bërë shumë emisione. Belind Kolliçi duhet t'i japi fund tranzicionit brenda partisë vet. Pra dhe Belind Kolliçi ka rol në këtë vend. Edhe Sara Mile, për cilën e dyshoj çik më shumë, ka rol. Mila, ndjes, kërkoj falje. Jo, mos më kërkoj falje fare, po që është dhe është doktori që ka inspiru se gjithë. Sara, do njërë gati edhe unë që të njo, mund të angatroj se më shumë, për shembull, normalja do ishte Sara Mile. Tani Sara Mile, dakor. Nuk ka shumë zanore janë të dyja. Për këtë arsye, nuk prish punë. Kur ka lëvizjet mëdha shoqërore si puna e kësaj, partit Rozhan, aktivistët tuaj nuk kemi kohë sepse kemi 2 aktivistë të rëndësishëm këtu, herën tjetër të enën do ta marrim patjetër. Se do të futë aktivistët tjetër. Lëvizje sociale. Kërkoj dhe ndjes. Po. Në këtë lëvizje sociale të rëndësishme, ku pas shumë kohësh artikulohen gjëra që nuk janë artikuluar për 36 vite në këtë vend. Edison ti thua gjëra shumë mira, po shumë teorike. Tani të lutem. Unë po të bëj pyetje shumë thjeshta. Ta largohet të kryej tranzicionin, ju jepni urdhër tani kështu. Jo, përkundër. Belind Kolliçi të kryej tranzicionin. Ore teorik të duk ty, ha? Urdhër? Teorik të duk, ha? Ja pse. Po ke dëgjuar në një nga ata deputetët që janë në parlament flasin. Po jo mos ata janë establishment. Ata duan të vazhdojnë. E pra. Po si iqen këta? Jo. Po dhe kjo ta jep. Po si iqen këta? O bushat. Se ti je me këta me revolucionin. Unë të kuptoj. Ti do revolucion. Kjo është lëvizje shoqërore. Dhe ti marrë. Atëre ti vrasim këta. Ke pas protestë më paqësor. Një gagaç që është i paft thot mendimin e vet. Me një njeri që ditë artikulohet, unë dita bëj. Po si bëhet kjo më burrë, se po thua gjëra ideale. Si bëhet? Kjo është konkrete. Si është konkrete, si bëhet, si realizohet kjo? Ju tani merrni klasën politike dhe e zhdukni. Si e zhdukni? A me votë, a pa votë? Së pari... Dua një rrugë, duhet ta di cila është rruga. 2 partitë që janë kryesore në vend janë shumë të rëndësishme. Sa që është e rëndësishme opozita është dhe opozita. Po ne kemi opozita është marrë peng për mendimin ton nga një person që qëndron për shumë vite aty. Po se heqin këta, mo ti thua këti Isa Liberi nuk heqin të thua. Kjo është, te po them që është arsye. Po nuk heqin, mo dhe unë i kam them. Edhe unë mendoj kështu. Po pra po. Është kohë e Belindit dhe tjerve. Jo, s'do as Belindi. Belindit po ti thuash, po ti thuash Belindit, ti që po thoni ju. Belindi nuk e heq do të në një situatë normale. Ka i presion aty jashtë. Është shumë e bukur ku presion. Këta kërkojnë 5 pika që unë me Belindin edhe vertikale po të bëjmë këtu nuk ja zgjidhim dot. Kështu që këta nuk e kanë debatin me Belindin, e kanë me realizusin e 5 pikave. Tani ta kthejmë këtë debat të këtyre me Belindin, është ta shkatrojmë gjitha të që këta po kërkojnë shesh. Apo jo? Po i kërkojnë të dyja, thonë, vetë protestuesit tonë i kërkojnë të dyja. Pikat pra. Pika e parë është... A kanë dalë 5 pika? Ka vetëm një pika. Se tani me 5 pikat... Për cilluar procesja e pajosh. U morëm kush i lexoi. Tani po themi a i realizon do të Belindi. Dorëheqja e Ramës dhe Qeverisë rrike pikat. Po unë kam thirrur Belindin për të... Po pra, po argjuam 3 çerekore që kush i lexoi pika. Po çfarë do bëj? Do zgjidhësh të problem ti? Si zgjidhe atë që more lulin e vure i oqi deputetët dhe u futje një sheri deputet. Do këteti? Jo, unë nuk kam zit Saliun të vrasi 3.000 veta, po mos i hy atë kë kemi... Cila 3.000 veta? Saliun... Po? Kuj ka vrarë Saliun? Kuj ka vrarë? Në 97. Ka vrarë një tjetërin, ore? E, 97. Po si ka vrarë Saliu? Po, pra, po. Po se do ishte vrarë dhe Saliu tani?
Prandaj, po... Ore, ti del tani njeriu më ideal i këtij vendi. Po flas për gjë. Unë jam i detyruar të... O zotri, këta thonë Raman Burg, metaforë. Jo, këta kanë 5 pika, vlla. Po 5 pika. Ti din dhe Ata kanë dalë... Atere, pushoni një moment, fol bushat për 5 pikat. Si të flas? Po që a do 5 pikat? Ore, unë dua të dëgjoj se kanë arritur të këto 5 pika. Se ju ka ardhë maj tundës që kanë dalë me këtë platformë. Nuk dua të dëgjoj kush i lexoj dhe të shmendon Belindi apo Bushati për ato 5 pika. Janë ca njerëz që kanë dalë në rrugë me atë platformë. Pse? Unë dua ta di. Po, dhe unë kam thirrur 2 aktivistë që kanë dalë me këto 5 pika, të kam thirrë dhe ty si analist, kam thirrë dhe 2 njerëz që janë deputet. Njerëz të rëndësishëm 2 partive. Shumë dakord. Dhe ata do të thonë çfarë ata mendojnë. Patjetër. Në qoftë se ne do të themi këtu, çfarë do ti dhe si të duhet ty, nuk e bëjmë dot. Jo. E për këtë po të tani, unë mund t'i bëj pyetje këtyre. Urdhro. Ta kuptoj. Ore, si keni konverguar në këto 5 pika dhe pse këto sipas jush mbledhin gjithë atë zëmërim popullor, revolt e tjera. Ka që thjesht, jo kush i lexoj. Për mua, këto 5 pika janë të rëndësishme, sepse prekën gjitha pikat mbi të cilat ky sistem është ngritur. Në radhë parë, kuptimin që po marrëm me dorëheqjen e kryeministit, me që këtë kemi diskutuar, kemi diskutuar. Fillimisht është krijimi i qeverie teknike tranzitore për një mandat rreth 12 mujor. Pse duhet kjo dhe jo zgjedhje të reja që shkojmë direkt? Sepse Edi Rama... Si krijohet? Po të lutem, a do mlesh ta mbarojmë i gocë? Ta pra mbarojmë. Po ta bëjmë dhe debat. Dhe ti ndryre disa herë me atë? Jo, do ndryre, ajo. Unë e kam thirrë për këtë punë. Am le mu t'i bëj pyetje, ata marrë përgjigje apo s'kam drejt unë ta marr përgjigje? Mund të them vetëm diçka? Po jo, nuk do thuash pa jo. Do përmbaroj ky pyetje, i ka bërë pyetje. Sara, të lutem. I ka bërë pyetje, të lutem. I ka bërë, Sara, të lutem. Ka bërë pyetje zotria, Sara. Edhe në mënyrë etike. Po jo, po etika është këtu tani. Të respektojmë njëri tjetrin. A i ka bërë një pyetje dhe po merr përgjigje. Pyetje që ka bërë për të marrë një përgjigje 4 ore, kupton? Si erdhët ju në këtë mendim? Edhe të lexoj libër këtu. I pari O zonjë. Publikisht A mundet shumë të keqe. Unë besoj, me që shave pyetjen time, unë besoj që kjo pyetje sa doj gjatë shkoj, është më mirë se ta humbë shko me atë sharlatanin Bardhyl Mamutin. Po deshe për ekonomi kohore. Me që unë bëra pyetjet gabuar. Me që unë bëra pyetjet gabuar. Iqi këto fraza? A ish një sharlatan. Jo. Ato përdori... Një njeri që vjen në kulmin e i problemi dhe thot ne do na e marin islamikët si pranverën arabe, pra masturbimi intelektual i Mahmutit, unë kam respekt për veten që dëgjoj Mahmutin ato përdori në studio. Për të mos jesh në emision. Përdori, të lutem shumë, fyerjen. Ku këtë me fyerje? Po të sharlatan, s'mund të thuash tjetrit, kush do që tjetrit? Unë i them sharlatan Ti ke patur këtu në studio? Unë i them sharlatan. Ti ke patur budallën këtu në studio? Unë i them sharlatan. Krau të opozitës? Minut. Pa i sështë krau të opozitës? Jo, atë, jo. Iqe atë mo. Iqe mo, i sështë mes. Ore, një njeri që vjen... Ti ke patur budallën këtu dhe nuk ke këtë një fjallë. I vë fytyrën. Mërë zotëri se nuk është ashtu. I vë fytyrën. Po gjithë shka nuk është... Një njeri që i vë fytyrën... Le ta vërë më fytyrën e vetë. Kjo do bëhet... Po le ta vërë më fytyrën, ti do të ndalësho. është sharlatan pra. Edhe tim lërë the mendimin tim për... Po thua mërë zotëri. Po jo sharlatan, më nuk mund ta thyesh tjetrin ti. Nuk mund ta thyesh. Të me edhin gjyqjo vlla tani, më lërë qetë dhe ti tani, të me edhin gjyqjo, e zgjidh unë atë tani. Nuk të edhin ty. Akoma nuk e letë përgjigjet, po... Si që thamë, në këtë vënd, në mënyrën se si është ndërtu gjithë struktura, është e pamundur që ti të shkosh në zgjedhje pas 45 ditësh si që kërkon ligji. Prandaj duhet detyrimisht që të kemi një... Qeveri teknike. Patjetër. Që është dhe një lloj si kërkesa e lindit. Jo, sepse këtu thuhet jo partijake. Qeveri teknike jo partijake, me mandat 12. Po kush e bën këtë qeveri? Do e bëj. E ti kush e bën këtë qeveri? Po kush e bën? Edi Rama. Po dhe ta bëj. Se ai ka votë. Jo, po ai e bën kur imponohemi ne. Ka ndryshe Edi Rama në kohën e lirë, kur është te shtëpia vet dhe ndryshe kur imponohemi ne me 100.000 njerëz në shesh. Okej. Kjo është kërkesa jonë. Tjetër, po. Tjetër është ndryshimi i kodit zgjedhor. Ne e dim këtu i madh i vogël, e dim se ky vend është marrë peng nga kodi zgjedhor i 2008-s që është bërë nga Rama dhe Berisha bashkë.
këtë e dim, duhet edhe ndryshimi i ligjit. Kush e ndryshon këtë kodin tjetër? Sigurisht 84 Rama me dhe Berisha. shumica. Po flasim, kanë presionin e lëvizje shoqërore, mora kip se nuk ka marrë një ditë normale tjetës time ta kërkoj këtë gjë. Nuk e parë në herë tjetër të them dua ca kërkesa t'ja bëj kryeministrit? Jo. Sot kur kam 100.000 njerëz në shesh, e kam detyrë legjitime me i bë këtë kërkesa. Tjetër është ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike, se këtu kemi të bëjmë me ca parti politike, që në fakt nuk janë as parti politike, po përfaqësojnë interesin e oligarkëve dhe kriminalëve. E fundit, që kjo është interesante pse na përkrah dhe Partia Demokratike, kufizimi i ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate të plota ose të pjesshme gjatë gjithë jetës politike të një individi. Pra që në një farë mënyre, nëse Partia Demokratike, që është opozita e vendit, na përkrah, do të thotë që kryeministri, që ka kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, tërhiqet edhe thotë që për mua le ta marrë një tjetër Parti Demokratike. Kur kemi era të mëdha lëvizje shoqërore, edhe partitë e vjetra duhet reformohen, ose për ndryshe i marrin erat shoqërore. Po nuk e detyron dot i këtë. Jo, më për kundra, si ne ju imponuam. Mund të jap vetëm një sqarim, do të thënë për se duhet jemi Po unë do flas ndonjëherë apo nuk lejohet. Po të flasin edhe këta. Kur? Mbaroj zotëria do t'i thotë diçka se u prek për punën e opozitës, pastaj edhe ti që u preke për punën e PC-s. Jo, u preka dhe unë disa herë, nuk është... O këtë mendim kanë këta, nuk e çau tua, nuk e dyshon ti tani. Edhe unë këtu, edhe unë sikur dua që drejtoj program vetëm ta nxjerr jashtë. Ti them dil jashtë, shoh zotëri dil jashtë. Gjë mos ka lidhje fare, është thjesht Ti them dil jashtë. Me çfarë ka ndodhur pas vitit 2021? Zoti Berisha ka hyrë 2 herë në zgjedhje, në 2 procese, pa vull, pa logo partie, pa financa, pa asgjë, dhe ka provuar që është pjesa më e madhe e ka partinë e tij. Një minutë. Dhe ky është fakt. Ne këtë nuk e mohojmë dot. Ky është fakt. Në Partinë Demokratike, duam apo nuk duam ne, në atë Parti Demokratike që në zgjedhjet e fundit, me gjithë problematikat e zgjedhjeve, denoncimin, farsën, rezolutat gjitha, janë marrë 510.000 vota, zoti Berisha ka udhëhequr atë betejë që janë marrë 510.000 vota në një forcë politike që me shumë respekt për atë që bëni ju, patjetër mbështetje totale, mos harroni që kjo forcë politike PD-ja është përballur prej shumë vitesh, qoftë me krimin e organizuar, qoftë me problematika nga më të ndryshmet, me denoncime. Kemi folur për ligjin për zonat e mbrojtura, kemi çuar në kushtetuese. Kemi folur për butrintin, kemi folur për trashëgiminë kulturore, për pastrimin e parave, për gjitha, një pjesë e madhe atyre që sot janë në shesh, ne nuk e dim ku ishin, por nuk ka rëndësi. Ne jemi forcë politike shumë e pjekur, e maturuar për të kuptuar rëndësinë historike të kësaj lëvizje dhe jemi në suport total. Tani, çështja këtu nuk shtrohet se çfarë do bëjnë votuesit e PD-s brenda PD-s. Ato çështje e zgjidhin brenda forumeve të partisë vetë. Sikundës e brenda PS-s. Ajo do thotë tani, sikundës e brenda PS-s. Të hiki nga kryetar PS-je. Po i thon tiki nga kryeministri, Edi Ramës nuk i thon tiki nga kryetari PS-s. Tani, më pyete për 5 pikat ylli, të 5 pikat me që i kishit dhe në ekran, Partia Demokratike me Sali Berishën të pari i mbështet plotësisht 100%. Me që kishe kuriozitet për 5 pikat. Dhe lexojnë të gjitha. Bile njeri nga ju një meme të këtyre kishte thënë që na i morën pikat. Të gjitha. Memet kanë qenë shumë të bukura, po jo të gjitha mund të jenë 100% që qëndrojnë. Ja u kishit marrë ju, ja u morët ju, të 5-ta këtyre... Nëse mund të them diçka. A mund ta jap mendimin tim? Po, për gjërat që tha zotëria. Po, patjetër. Ndonse mungesa e respektit është në nivele shumë të larta nga studio aty për këtu ku jam unë, por kjo s'ka rëndësi, do mundohem që t'jap një përgjigje shumë me respekt, e para për ato pikat që po flisni, dhe e dyta për të qartësuar ata që po na dëgjojnë. Për sa i përket Partisë Demokratike dhe qasjes së saj me protestën, përveç se janë mendoj me njëri tjetrin shumë të organizuar, nuk din ta suportojnë, mos ta suportojnë, nëse suportojnë, si ta suportojnë, se këta i nxjerrin jashtë, mirë më tani ta përfundojnë me qënë... Po kjo duhet ishit të gëzuar, po që se këta janë të organizuar e kështu, ju duhet gëzojni. Jo këta, jo, po flas tani për Partinë Demokratike, nuk po flas për protestuesit. Partia Demokratike... Për sen të kam thirrën ty, këte kam thirrë për PD-n. Tha kolegu Shpar që kanë bërë kërkesë për mocione me debat lidhje me këtë protestë. Ne arsyetojmë dhe gjykojmë që këta nuk kanë kurrë lidhje me këtë protestë.
as nuk e përfaqësojnë, as nuk janë organizator të saj dhe në as filloj mënyre janë përveç se duan Po mos e bash keni ju, unë të proteste. Dhe dua të citoj, të lutem, dua të citoj këtu. Nuk ka pretenduar njeri që jemi përfaqësues. Po na bëj eleksion se si mos për nuk jemi po, ja mos u mërzite ti Sara, po bëj atë që bëre ti pak më parë. Nuk kemi pretenduar fare ti jemi përfaqësues. Kemi thënë hajde debatojmë. Pe pyetjen Sara, dhe këtë debatin, vetëm një sekond për Sarën. Deri në fund përpara se të më bëni një pyetje jam shumë e ngeshme mund t'i pres. Dhe këtë debatin që bën ti me mua tani Sara do ishte më mirë. Ta bëjmë edhe në kuvend. Fatma do të bëj pyetje. Kaq. Po hajde bëni pranoni emocionin me debat pra për çështjet. Sara, Fatma ka një pyetje për ty. Jeni për ta bërë. Të lutem, përpara se të bëj pyetjen të mbaroj serimin dhe të ma bëj Po jo, po nuk po sqaron gjë tani dhe unë që kam shumë dëshirë të dëgjoj. Ti po më thua mua gjë të çuditshme. E ndalova unë. Po flet për Partinë Demokratike. Të lutem, po flas dhe po kam thirr këtë për Partinë Demokratike. Se nuk është miratuar kërkesa që ne ta çojmë në parlament këtë situatë ashtu si çdo parti demokratike ta çojë. Tani, këta vëmendjen mos t'ia marrin protestuesve, se siç thotë edhe një nga këta protestuesit, aktivist atje, Genti, që del dhe bën disa video dhe ai madje thotë që këta vinë atje thotë këta të PD-s, marrin dhe kamerat me vete deputetët. Është gënjeshtër. Gjend provni, në mos gaboj. Është gënjeshtër. Jo, e ka thënë para pak çashët, po të nxjerr videon tani dhe thotë partitë e vogla. Dhe thot partitë e vogla, edhe nuk e përmend PD-n fare, përkundrazi. Nuk e përmend PD-n, por është mashtrim pra. Nuk e përmend PD-n fare. Sa i përket pikave të mirë, Belin se Partia Demokratike parti e vogël është tani, kështu që mos e merr. Pa merak, ti se pa merak. E vogël është. Pa merak çfarë? Pa merak se e vogël. Jo, po nuk shiko. Prandaj aty shiko. Tani, për sa i përket Zonjusha do të të bëj një pyetje. Sa i përket pikave që thosh. Po pra, përsa i përket pikave, vetëm një moment, të dyja çështjet ku ndal aktiviste më parë, edhe përsa i përket reformës zgjedhore, edhe përsa i përket financimit të partive politike në të, momentalisht e informoj se është një komision i posaçëm i ngritur në Kuvendin e Shqipërisë, i cili po gjykon pikërisht këtë. Janë me numrat barabartë në opozitës dhe jo më është një komision i përbashkët. Ky janë duke marrë dhe duke mbajtur shumë mbledhje ku raportohet, ku bëhen komisioni juaj, Sara, ku kërkohet. Komisioni juaj është ky. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore. Për reformën zgjedhore, po thotë. Është edhe PD dhe PS. Nuk është i joni më, është i kuvendit, është i kuvendit, mirë. Komisionit reformës territoriale. Ja, domethënë shpëtohet kjo gjë. Për sa i përket, jo, nuk është pa lidhje ajo, dhe po i bën të gjitha detyrat e shtëpisë, qoftë ose bëjë e Udirit. Pra ju po i zgjidhin 5 pikat. Por patjetër që edhe grupet ndryshme të interesit mund të vinë edhe të kenë atje dëgjesa të tyre publike. Pyetje. Ajo është pyetje. Medianis nga pika e parë. Çështja është pyetja ime është a janë duke i parë pikat, edhe ndonjëherë mendoj që nuk ka nevojë për shumë debat dhe po flas mos ndërprit. Edhe nuk ka shumë nevojë për debat, to janë kërkesat publike dhe ju duhet bëni një deklaratë publike si kryeministri dhe si partia juaj PS-s. Edhe doja shumë pikërisht, edhe doja shumë. Po, deklarata është e nevojshme se këtë duhet përgjigjet ai, jo Goxha ndaj këta. Unë kam marrë në fakt me një libër për 750 falës. Ti kthejme të një përgjigje. Po nuk e lexon dot. Ju s'ta lexon më thjesht do të them çao. Është me lexuar. Ta themi çao. Mund të kthejmë një përgjigje për pyetjen që ishte. E di çfarë është kjo, ti merr. Janë gjithë projektet e Shqipërisë. Gjithë tokat. Ju këto po thoni tani. Që a do ta bëni? Bëni përgjigje. Gjitha të Tiranës, gjithë tokat e Shqipërisë. Sa i përket reformës së kodit zgjedhor, ajo nuk ka lindur tani për protestës më, komisioni posaçëm, ka lindur që në konstituim, që në shtator, dhe është duke u marrë pikërisht me këtë situatë. Ju ndoshta nuk jeni të informuar. Po tani janë shiko. Po nuk kryeministri nuk tregon këto më Sara. Ai del dhe merret me personazhet, me gjok si e kishte. Nuk merret me personazhet, absolutisht. Për sa i përket pikës së parë, kryeministri Rama dhe Partia Socialiste nuk e japin dorëheqjen, sepse vetëm një vit më parë janë mandatuar me 84 mandate. Kjo është përgjigje. Mirë, kam pyetje fare thjesht. Në PS keni zhvilluar mbledhje zgjeruara që kanë patur në fokus protestë. Vazhdimisht. Ditë më thuash ti mua sot antare Parlamentit Republikës Shqipërisë, çfarë është qëndrimi dhe përgjigja e PS-s për protestën? Me 5 fjalë.
10 fjalë. Qëndrimi Ja 20 po po. Nuk ka asnjë qëndrim të fshet që nuk është dhe qëndrim publik. Po ma thuaj qëndrimin. Dhe qëndrimi jon, qëndrimi jon publik është që në asnjë mënyrë nuk e shohim të arsyeshme që të japim dorëheqjen si kryeministri Rama, ashtu dhe Partia Socialiste, pasi vetëm një vit më parë ka marrë 84 mandate dhe është votuar nga më shumë se 820.000 shqiptar. 9 muaj më parë ka filluar punën qeveria re. Kështu që ne nuk kemi të bëjmë as me kohë të gjatë të kaluar nga ky moment dhe nuk kemi të bëjmë as me një vot të diskutuar, por me një vot të theksuar. Dhe patjetër ka qenë vetë kryeministri Rama që ka dalë dhe i ka kërkuar se nuk jep dorëheqjen neve na shikon në shesh çdo ditë. Fillestare, sa i përket çështës fillestare që u ngrit kjo protestë, është shumë i gatshëm të flasit, të sqarojë, të jetë transparent, të mundet që të bind të gjithë bitymnajën e madhe që është bërë, por për sa i përket pikave të tjera të dorëheqjes, këto nuk janë opsion, kaq. Në fakt, për çështjen e parë, që ai pretendon të jetë transparent, në KKRT në 2022-shin ai zotëria ka miratuar dhe thotë sot s'ka projekt. Ai në fakt SPAK-u duhet e kam drejt kamerës, SPAK-u duhet bëj sot një hetim penal për kryeministrin shqiptar, sepse ka gënjur publikisht edhe ka vendosur një leje në një pronë e cila ka pas probleme pronësie. Ndërsa te ky libri i madh, The Albanian Files, që dosjet e Shqipërisë, në fakt këtu janë të gjitha projektet nga jugun veri që do të ndërtoj kryeministri. Edhe këtu është problem serioz, sepse ka shumë qytetarë sot që nuk e dinë se në shtëpitë e tyre, në tokat e tyre janë miratuar projekte nga kryeministri që janë shpërndarë gjithë botës, sikur këtu është një tabula rasa. Shqipëria është një tabula rasa që ne duhet ftojmë arkitektët botror dhe të ndërtojnë çfarë do qefi atyne. Në fakt, edhe projekti i Zvërnecit këtu thuhet që në 2022-shin është projekt për të ndërtuar, madje është dhe investitori aty me emër dhe mbiemër dhe investitori në këtë dosje del që është kastrati. Edhe këtë duhet ta themi edhe t'i rrim drejt. Edhe nuk është vetëm kjo dosje. Këtu ka shumë vende në cilat do ndërtohet dhe njerëzit nuk ja kanë haberin. Madje paradoksalisht, Rama kur ju shkruan arkitektëve të huaj, thotë që termi dosje në Shqipëri ka një farë konotacioni pejorativ, sepse ju kujton njerëzve të shkuarën, kur njerëzve ju hyhej në shtëpi, në familje, në pronë. Në fakt, kjo dosje është përsëritja më e jashtëzakonshme asaj që ka ndodhur. Përmes kësaj dosje, njerëzve do ju hyhet në toka, në shtëpi, edhe do ju vitet e ardhmja. Kështu që shqiptarët, nëse nuk ngrihen edhe për këtë dosje, duhet ta dinë që në fakt më mirë të largohen nga Shqipëria sepse nuk do të ketë vend më për ta. Ylli, nëse mund të them dhe diçka shumë shkurt. Ja, të Bushati për të mbajtur të protestën. Ma le Bushati se mund të komentoj dhe këtë që do të them. Se do hyrin në replikë dhe na mbetet kjo pjesë. Jo, të lutem, se mos për atë që po thonin edhe organizatorë, koordinatorët e protestës, në raport edhe me qasjen që ka PD-ja dhe zoti Berisha dhe me këto kërkesat, mos harroni dhe një kërkesë tjetër që është shtruar nga protestuesit, që është brenda 5 pikave, kufizimi i mandateve të kryeministrit me 2 mandate, të cilat vetë publikisht zoti Berisha i ka përkrahur ditën e ndjeshme. Ditën e sot me Taulan Balla ka thënë jemi kundër. Zoti Berisha ka thënë jemi pro. Jemi pro dhe të ka thënë, a i keni kërkesë, a i kanë kërkesë. Përgjigja publike dhe zyrtare nga PD-ja, për këtë s'do ta kisha dhënë kohë. Jo, Andi, për t'ju përgjigj të gjithë kërkesave që kanë, mos e thoni ashtu se kemi diskutuar Tani Bushat. Jemi okay. Nuk do ndodhi kur dhe ja ku jemi ylli. Të mbetemi tani te çfarë mund të konsiderohet deri tani, deri sot kemi 26 ditë. Në pikpamjen tënde qartë për t'ju thënë njerëzve, çfarë mund të konsiderohet suksesi i kësaj proteste? Dhe pastaj podobësia e kësaj proteste? Shkurt qartë ju thuajmë. Dobësi nuk do i them asnjë. Kurse suksesi i kësaj proteste mund të them disa. Çfarë është suksesi i kësaj proteste? Suksesi i kësaj proteste është që ditën e parë, kur toka po vidhej, sikur ta fillosh 5 minuta vonë të se Iqbalia, që mua më raportuar kote kanë burgosur, pas ka dalë dhe del në favorin tonë për të folur. Po, unë e ndërpres. Ndërkërkoj ndjes. Unë e ndërpres, po vetëm mos më nxirr dhe atë bardhylla. Jo, s'ke njëri tjetër, jo. Që të më thot pastaj që ky është revolucion islamik. Po këtë Marleta, Sharlatani këtë fute, po sharlatanin... Po lere tani se... Se do ta shpjegoj dhe pse... Po lere mua të fjalë, ma shpjego kur të dalim sepse nuk... Jo, këtu.
mirë të shpjegohet. Fute njerë, që të duash? Ikbalen në qofë se mundemi tani. Do një minutë, po se ndërprem Bushatin tani, se këte do të unë, se prapë mbete kaloj një minutë dhe ndërpres prapë. Dimoni tani, ka që vështirë shke lidhje. Po fut një reklamë, mo. Jo reklamë, ka lidhje. Lasim në studio, mo, po deshë. Tani ti me ndonë... Po ju thoja, kemi në lidhje, mo, se kjo është habije madhe tani. Është telefon, ku doj që tjetë, mos ka rëndësi, në telefon, është telefon. Po, zonja Ikbale. Po, përshëndetje. A je mirë? Mirë jemi, mirë, pak dështërësuar për shkak të padrejtësive që po na bëhet. Po qëfar të ndodhi ty tani, qëfar ke berti tani? Mirë, po kam problem se burri im është shqetësu shumë dhe më falni të analizonin. Tani, shiko, të bëjmë disa, zonja Ikbale, se nuk të njofin njerëzit, të kanë para ty që ti ke folur në protestë. Nuk ka folur më shgënjeshtë dhe kjo? Nuk ka folur, okej. Edhe mund të flasë, mo. Minut. Dhe për shkak këtyre lajmeve të zonjë nga jeti tani, nga je eksakt me origjinë? Unë jam nga Prizreni. Prizreni? Gjysh. Jam me priardhje Berisha jemi, pra familja babës tem. Nga Berish shumë, edhe këtu të ne, edhe aty të ju shumë Berish. Nga Shqipëria një pjesë, ashtu pra. Për ndryshe jetoj në Prishtinë. Tani, si u ndodhe ti, pse erdhe ti në këtë protestë? Shikoni, pjesëmarrja në protestë është një drejtë demokratike i çdo personi që... Jo, nuk po them që s'ket drejtë. Si erdhe, si e kape këtë gjë dhe si erdhe, dhe qëfar kërkon në përmjet kësaj proteste? Qëfar të shqetësoj që erdhe? Erdha me vetur, me bashkëshortin tim. Shumë bukur, po qatë të shqetësoj? 100 euro blejta ujë dhe shpërndava në tek protestusit dhe unë si një person që kam një edukim dhe një rritje, si një person që jam rritur me fe dhe me vlera humane, mua më shqetësoj situata e popullit tim shqiptar në Shqipëri. Ti mendon që po vuan ky popull? Dhe erdhe? Dhe një person që nuk brengoset për problemet generale të një shoqërie, të një populli, ato nuk ja vlen t'i themi edhe njeri. E lere mosh shqiptar. Pse të shpallën në ngrata? Nuk e pash. Pse të shpallën në ngrata? Qfar të lexuan kur të thanë në ngrata? Qfar të dorëzuan? Ata e din vetë. Mirë po, pretendimet e tyre janë të pasakta dhe unë do të ngrisë lënd në gjykatën administrative në Shqipëri, sepse me nëngratat e tyre, që duhet t'i ketë Edi Rama dhe Lamallari, ata duhet të jenë nëngrata për të padëshiruar për tërë trojet shqiptare. Une e kisha prit me shumë dëshirë nëngratën e Vučićit e jo Ramovićit. Dhe kjo më ka bo shumë padrejtësi dhe nëse ka nevoj, unë ka me shku edhe në gjykatën e Strasburgut, pasi që Shqipëria është në bashkimin Evropian, e në Kosovë nuk mundem. Është drejta jeme me marë pjesë, si që kanë marë shumë blogere nga Amerika, nga kuta di unë, non gratë, le ta marim për vete zotërinjët, le ta marim për vete jam okej për gjitha këto. Edhe asaj, vetëm pak ju lutëm, edhe asaj zonjës me mask, ju ja akuzojnë, zonja Ikbale, ju akuzojnë për marrëdhënie me Iranin, flamurin e Izraelit dhe ju nuk keni investigu me këshyrë kush është ajo që ta shpallni në ngrata, sepse Shqipëria nuk është antisemiste.
Dinjitoz. Por gjithmonë ka prit, gjithmonë ka qenë një koqire e shumë refugjatëve, ndashe iranianëve që janë mujahidin, ndashe jevrejve në kohën e Hitlerit, prandaj Shqipëria nuk është vend antisemist, por është një vend që don atë dheun dhe pa atë dhe nuk ka zot për mu. Prandaj, për mu, pa atë dhe ka zot dhe ka fe. Ju jeni ndaluar, arrestuar në vitin 2020. Pse? Ajo është e kaluar, edhe unë e presë... E kaluar është jeta jonë. E shkuara, zënja Iqbale, është jeta jonë. Ja, unë kam jetuar gjatë, po e shkuara është jeta ime. Shikoni, ajo ka qenë e kaluar e shkuar para 5 viteve. Dhe falë... Po që ke berë aty të që të morën ata? Duk të kanë marrë kote? Dhe falë organeve të drejtësisë të Kosovës, i falenderoj përzemërsisht, që e kanë tregu pafajësin time, sepse kanë qenë pretendime të pasakta për kryerjen e veprave terroriste, e une nuk jam terroriste, që 5 vite jam pa punë, prandaj e falenderoj gjykatën e Kosovës që si vjetë janë duke ma përgatitur dëm shpërblimin me 6 shifra. Prandaj, të gjithë ata që më kanë akuzuar me non grata, ke dale pa fajshme. Militant të më kanë kryuar, zotri. Unë nuk guxoj të dalë, unë nuk guxoj të dalë në qytet. Shikoni komentet. Unë kam nga aspekti psikologjik, shpirtëror, burri im është i smur në dyshek me Parkinson. E mbaruam tani se... Tani ti buri tani edhe mund të kujdesesh pak më shumë për burin se për këta protestën, se këta e bëjnë vetë. Tani t'jo, në burg sa koke qendi tani. Parkinsoni është i lidhur me emocione, zotri. E qartë. Kuptova. Kanë shkel padrejtisht. Unë do t'i dërgoj në gjykatën administrative ministri. Nuk duhet kjo. Tani në ngrada ti zvjen do të me këte. Ja. Në ngrada të ben këta nuk vjen do të metem. Në Shqipëri nuk vjen do të. Zotëri, të më kishit thënë në Serbi nuk shkoj do të, kishte me qenë ma e mirë. A kjo ma keni kriju një plan që ende nuk mu ka shuru nga padrejtësit që mi kanë boj institucion prokuroria e Kosovës. Dhe unë për këto kom e kërku përgjithësi qoftë edhe në Strasburg. Bravo të qoftë i kërkoket gjitha. Thaj, këto njerë, se nuk kemi halë në kësaj, këtë kemi raport me protestën, jo me gjithë halët që ka jonë shqipë. Jo se ke halë shumë, thot Bushati, dhe gjitha këto halë nuk t'i përballojmë do të në, sidomos ne se nuk në të gjonë dhe njeri. Ne vetëm të flasim këtu dhe i ikim tani, e kupton. Inshallah bet, mirë për shtyhet gjitha, po me Iranin me këto jo lidhje. Ske, që të akuzojnë këta. Nuk kam në asë një lidhje, mirë po, kush ka dëshirë, me vërtetu, shkoni të prokuroria, kërkone prokurorin tim të nderuar, në Kosovë. Afrim Shefkiun, edhe aju jep të gjitha dokumentacionit që unë jam e pasër, edhe pres dëm shpërblimin. Zonja Iqbale, unë falenderoj shumë. Ka përse, po unë kisha pas edhe diçka me shtu për protestën. Thue, pa tjetër. Shikoni, një popull, kur i bohët padrejtësia, i bohën loj shtypje zullume, a i popull vetë djesohet dhe pastaj ndërgjetsohet dhe rëptohet edhe rebelohet besa dhe është në gjendje me i rëzu fuqit më të mëdha. Se unë thashtë që Zonja Iqbale vetëm fetare këshu e ditë, po ti qenë ke edhe politologe edhe këshu. Unë të falenderoj shumë që na ndimove mërëme sot me dhe njëzit besoj të shta kanë kuptuar nga këto që the. Sukses e protest të uëzve, mos unë dalni, kërkoni të drejtën tuaj. Zonja Iqbale? Falenderit dhe na vjen keq për linqimin publik që u ka bo kryeministri, do më Kjo është të mërë. Faleminderit shumë. Miru pafshim, natën e mirë. Ja dhe Zonja Iqbale, Iku Bushatë, vazhdojnë tani pjesën që ku e lamë.
se lidhet dhe me Iqbal. Lidhet dhe me Iqbalin, po. A i Goxha që folën për para, Iqbal, janë një në 300.000 njerëzit që kanë dalë në rrugë me ato kërkesa. Pikrisht për të mos u marrë me kërkesat, i merë Rama dhe na i sjell ne këtu në studio, pra ngren, s'ka rëndësi pa, po derisa merret kryeministri... Jo, një sekund, jo, po që ta sjellem se djën popullata... Ti bëre shumë mirë. Një sekund, një nga njerëzit që kërkoj që të vinte Iqbalja këtu, bravo të qoftë, po e kapim the mua. E unë me zi gjeta, se njeri nga kolegët ma paraqiti si të sigurisht që burgosur. Ata e këshin burgosur në 20. Mere me thelbin tani se ma më 4 herë. Se ti doja që të vinte Iqbalja, ja e morëm. Sepse, pa dyshim, çdo gjë që bëhet një rang të lartë vendimarrje, si që është kryeministri, ja vlen të diskutohet. O të demistifikohet, o të lavdrohet. Tani, pse duen Goxhaj dhe Iqbalja? Duen sepse ata 200.000 veta në rrugë, ne na kanë çliruar çfarë të flasim. Po për këtë, akoma kemi ngërç të flasim, megjithëse një çlirim ka ndodhur, që familja e presidentit amerikan përmes Ramës është lidhur me një narkotrafikant si Artur Sheu. Ky është lajmi më i madh se Goxha. Si ne kemi thënë vazhdimisht. Kush është tjetra? Tjetra është që këto ditë po flitet dhe po vërtetohet me fakte ajo që ne kemi folur me intuit në ajër apo me analizë, që gjysma e parave që kanë ndërtuar kullat e Tiranës janë me para droge. Dhe a duhet të dali një qytetar që do të punoj me punë ndershme në rrugë, kur para e drogës, ati nuk i lë të marri shtëpi me qira, nuk i lë një familje të re të blej shtëpinë e tij. Këto janë gjërat për cilat ne duhet flisnim. Dhe ky është suksesi protestës. Ky është suksesi protestës që na ka bërë të flasim për këto gjëra, se për suksesin më pyet. Faleminderit shumë. Kush është sukses tjetër? Po. Kush është sukses tjetër? Dhe ndonjë dobësi nëse ka. Nuk i them asnjë dobësi. Mos thuaj asgjë dobësi. Okej. Unë e shoh sukses tjetër. Unë e shoh si një fest lirie, dhe një fest e lirie nuk i gjen dobësi. Tani, Edi Rama, edhe këta të Belindit, po këta me gjysmën, po deshet ti, kanë investuar për të ngritur makineri propagande, si Top Channel-i, si Klani, si Vision Plusi, që të mruajnë status quo në kësaj kaste. Ndërkohë, i kanë bërë investitor strategjik, i kanë ushqyer me para inceneratorësh, i kanë me gjysma tunelesh ku vidhet, me gjithçka. Dhe del, Dojna Mema, Fatma, Dea Vjeri, dhe i bëjnë atë baçes të Ramës me gjithë mediat e veta. Pra, kjo është një arritje e protestës që një shoqëri që donte të mbajë në një akuarium të mbyllur, njerëz deri dje nga Instagrami tyre, jo nga milionat e televizioneve kombëtare, arrin të ngrejnë njerëz në shesh. Sepse e vërteta. Edhe ty dhe mua një tani që vinë shumë e ke para. Jo. Që se rregullon dot. Sepse e vërteta është shumë e madhe se çdo makineri propaganda. Jepi ti, a investitor strategjik, miliona lek tunelesh, inceneratorësh, fshatra turistik, në fund të mund Fioralba me Dean, sepse janë rastësisht në këtë rast me të vërtetën. Dhe unë këtë e shikoj, kjo është tharmi i revolucionit që po ndodh. Dhe që mos flasim për këtë revolucion, ne flasim për Goxhajn, për Iqbalën, për iranianët, për flamurin izraelit që u zhduk, lloj. Dhe tani, ka lidhje. Ore, meret ashtu. Tani të sqaroj sharlatanin, se unë nuk lëshoj epitete kot rrugës. Do me thënë, këtu doli një sharlatan, po pse ta shpjegoj pse meriton fjallën sharlatan. Jo, do ta them. Pra, të hedhësh në këtë studio
tezën që kjo mund të rrezikojë një revolucion islamik, dakord, mund ta kesh, ka dhe në spital të çmendur e mendojnë çfarë duash. Por ama përbara Bardhyl Mamutit, që kjo mund të eskalonte, do e merrte vesh CNN-i, New York Timesi, Washington Posti, Le Mondi, Corriere della Sera, El Paisi. Pra, këtu të gjithë mediat e botës thonë kjo është një lëvizje për dorëheqjen e kryeministrit dhe kundër kastës vjetër politike, dhe del një sharlatan dhe thot kjo ka rrezik islamik. A kam të drejtun t'i them sharlatan, këtij sharlatani që nuk e di se çfarë shikon? Nduaj ky sqar. Sara, e fundit edhe për ju, diçka për Belindin dhe 2 fjalë vetë dhe për ta mbyllur sepse unë jam për te i gjithë limiteve. Çfarë ke për të thënë? Jo, do mundohem thjesht ta përqendroj të gjithën. Në rregull, për sa i përket frazës fundit që dëgjova, mediave të huaja, në fakt interesi kryesor i mediave të huaja si kundër dhe duhet ishte për protestuesit ka qenë specifikisht projekti dhe kush ishin të involvuar tek projekti. Kështu që për sa i përket kësaj çështje nuk mendoj se gjigantët mediatik, CNN-i e kushdo qoftë, ka interes madhor në lidhje me çështjet e brendshme të Shqipërisë, ajsa ka patjetër interes kur flitet për familjen Trump, kur flitet për një investim, ku ata familjarisht mund t'jenë ose jo pjesë, dhe në fillim pati e vërtet një kuriozitet, sidomos nga mediat anti-presidentit Trump, dhe siç mund ta keni vënë re këto kohët e fundit, ka një tërheqje të medias ndërkombëtare duke mos pasur një ekspozim të herpasershëm. Pyetja thelbësore këtu është ta duan largimin e Ramës. Ju si e mendoni tani? Rama si ka fare këtë ide? Absolutisht jo, nuk e ka dhe mirë bën të mos ta ketë, sepse nuk mundet të kthehet në normë kjo situatë ku vazhdimisht të mund të dalin protestues në bulevard dhe t'i kërkojnë qeverisë të japë dorëheqjen e ta çojnë pastaj Shqipërinë në një rrugë të mbrapsht, sidomos në një moment ku Shqipëria ndodhet në momentin e saj më të mirë historik. Ne jemi gati për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian dhe kjo do duhet të jetë në fakt angazhimi i të gjithëve. Kuptova, faleminderit shumë. Kuptova, jo. Jo replik. Opinion. Jo, po ju do të jepni, po ta mbyll me Belindin unë dhe ju dy, e mbyll me ju dy. Okej. Belind tani se shkon me mënyrën se si të falenderoj shumë, natën e mirë bashkë ose qëndro deri në momentin që ta mbyllim. Po qëndroj se e di që do më shaj ndonjëri. Jo, nuk të shaj njeri pa merak. Nuk është ky objekti i misionit. Zoti Klliçi, do të ishte ky një moment mjaft oportun. Sara tha që Rama se luan topi Allomanit, aty do jetë. Edhe është edhe punë e Bashkimit Evropian që duhet të pranohemi patjetër, dhe ai do ndryhet për të pranuar etj. Tani për Berishën, a do të ishte ky një moment shumë i mirë që të bëjë një hap pas dhe të largohet. Dhe kështu e lë dhe Edi Ramën vetëm përballë popullit. Edhe s'ka ç'bën fare. Atëherë mbetet si peshku pa ujë. Edi Rama mbetet si peshku pa ujë. Pikëpari, përgjigjen publike të një nga kërkesave që thash edhe pak më parë, që ka të bëjë me kufizimin e mandateve për kryeministër, në vetëm 2 të tilla gjatë karrierës politike, zoti Berisha ka dhënë ditën e djeshme, që është një mesazh shumë i qartë. Mesazhi tjetër i qartë shumë ka ardhur nga data 30 maj nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Dhe për te mesazhet tuaj në sistemin ku një sekond, në Këshillin Kombëtar të PD-s për herë të parë janë zgjedhur rreth 40% të rinj në moshën 35 vjeç, që kjo nuk ka ndodhur kurrë në Partinë Demokratike. Javën që vjen me shumë gjasa, kjo nuk është akoma zyrtare, por me shumë gjasa, ne do të kemi procesin e brendshëm zgjedhor për të zgjedhur le të themi kryesinë, sekretariatet e reja, dhe do të kemi një ripërtëritje të plot të gjithë funksioneve kryesore në Partinë Demokratike. Kur them ripërtëritje, pra një ekip me të rinj, me të reja, me akademik, profesionistë të rinj, të shkëlqyer, dhe pastaj se si voton Partia Demokratike brenda për sa i përket leadershipit të saj partjak, është një çështje që e zgjidhin antarët e Partisë Demokratike. Nuk e imponoi dot sekretari i shtetit në SBA, tham që e ka gabim, po e dha të drejtë PD-s dhe u faktua që kishte drejtë PD-ja.
Edhe vënia në gradës, edhe eqja. Kjo histori e kanë zgjidhur demokratët e histori, kur nuk kanë përpas për sekretarin e shtetit Amerikës, besoj që nuk... Në fillim Edisoni dhe e mbyllë Fatma. Çfarë do të ndodhë në vijim me protestën? Ka paraliminit në datën 4 korrik do të një protest tjetër e madhe si që ishte ajo të shtunës? Ditën e shtunë do ketë një protest madhe, ditën e hënë do vinë europarlamentarët tjenë këtu, me datë 2 korrik përsëri do ketë protestat mëdha, pra kjo protest do vjoj tjetë aktive dhe do ketë sigurisht pikat tjera kulminante. Për mua unë dua të them vetëm diçka, në fakt Rama ka vite që na mbush mendjen neve dhe botës që ai është një kryeministër avangard i një popullit prapambetur. Ndërsa kjo protesti tregoi atij dhe botës që në fakt ai është një kryeministër i prapambetur. Gjithë klasa politike në fakt jo vetëm Rama i pari, po. Kështu që për mua kjo është shumë e rëndësishme. Të gjithë kjo sa do të përpiqemi ta baltosim ne përmes hyrjeve të ndryshme, kjo protestë ka qenë një protestë që ka frymzuar. Mund të ketë 1000 probleme si protestë, por është protestë shumë e vërtetë. Do e thoya që Fatma, protestë përtej pozitive që ne kemi fituar shumë gjëra, së pari ata kanë dashur na rrethojnë që është bën rrethuan Zvërneci, ne kemi rrezuar shumë garde si te Rjolli, Kakomes, në Librazh. Kështu që disi ne jemi bërë protestë shembull, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për ndërkombëtarët dhe këtë e shprehin dhe media, dhe unë do ta them qartë edhe shkurt që një kryeministër që i thot popullit vet, fuck you, nuk mund të jetë kryeministër, shumë e thjeshtë. Fuck you, okay. Falë për gjuhën, por që është etike nga... Nuk ka problem. Po se ka thënë populli. Jo, Sarat, po s'kemi më në debat e rën tjetër. Tani s'do letë thot këtë budallëku në fund tani se ngel. Po fuck you e thaj. Fuck you e ka thonë Financial Times ajo, Sara nuk e kishte me ty, o Sara, kishte me Ramën. Lexojeni intervistën. Sara, faleminderit shumë, kënaqësi, takohemi herën tjetër. Zoti Fatma. Faleminderit për ftesën. Shumë, kënaqësi, mos ju mora dhe shumë kohë. Vazhdojnë ju shkoni prapë. Koha jonë në mbasdites është... Do jemi përsëri. Shiko, ju do ikni dhe shikoni, por keq kuptimet në këtë rast një sekundë. Shiko, unë i nxora personazhet aty për të thënë që po luhet me ata. Luhet me njerëz të ndryshëm për të dalë nga situata, po dhe ata s'kan faj që luajnë, se janë punëtyre dhe ata. Edhe Partia Socialiste ka dalë të veta, edhe Partia Demokratike, pavarësisht se sa është i ngarkuar Belindi, s'ka ngarkes vetë. Hallit nuk i ngjan. Hallit mëdha kanë. Kjo ngarkes do na çlirojë gjithëve dhe Partinë Demokratike. Ndoshta jo, ndoshta po. Me shpresë, po. Me shpresë, faleminderit. Fare shkurt publicitet, rikthehemi në një pjesë të rëndësishme me ngjarje të rëndësishme të aktualitetit. Janë elmuar përsëri akademikët. Këta që u elmuan herën e kaluar, nga e njëjta kompani. I elmoi përsëri. Asnjë reagim. Asnjë reagim, asnjë gjë, u elmuan prapë. Rikthehemi.